Një zonjë e thjesht, Fatimja, hyn në një bank në Tiranë pa u njohur dhe ajo që duhej të ishte thjesht një tërheqje parash për një drekë përkujtimore për bashkëshortin e saj të ndjerë me miq dhe familjarët, shndërrohet në një shfaqje poshtërimi. Drejtoresha që e keq trajton, Anila, sapo ka nisur një lidhje me djalin e vet të moshuarës, Arbenin, pronarin e gjithçkaje aty. Dhe kur Arbeni zbulon se çfarë ka hequr Ema, askush nuk del i pandëshkuar. Nëse kjo histori ju interesoj, mos harroni të abonoheni në kanalin ton dhe na tregoni nga cili qytet po na ndiqni, vazhdojmë. Ju premtoj se kjo do të jetë historia më e mirë që do të dëgjoni në jetën tuaj. Vila madhështore ngrihej imponuese në zemër të bllokut, në Tiranë, me portat e saj prej hekuri të punuar dhe kopshtet që dikur gëlonin nga jeta dhe të qeshurat. Tani, heshtja rëndonte si një qefin i padukshëm mbi çdo dhomë, çdo korridor, çdo objekt që ruante kujtime të kohërave më të lumtura. Zonja Zana ecte ngadalë nëpër sallonet e gjera, hapat e saj jehonin në mermerin e ftohtë dhe vetmia dukej se e ndiqte si një hije besnike dhe e padëshiruar. Kishte flokë të bardhë të mbledhur në një topuz të thjeshtë, rrudha që tregonin histori buzëqeshjesh dhe lotësh, dhe duar të kallojzuara që kur nuk e harruan punën e përulët nga vinte. Edhe e rrethuar nga gjithë ajo pasuri, zonja Zana mbetej e njëjta grua si gjithmonë, ajo që e kishte njohur Arbenin e saj kur ai ishte ende një djalë ëndërrimtar, pa asgjë tjetër veç vendosmërisë dhe një zemre sa bota. Së bashku, ata kishin ndërtuar jo vetëm një perandori financiare, por një jetë plot qëllim, dashuri dhe angazhim ndaj atyre që kishin më pak. Kishin kaluar gati 3 vjet që kur Arbeni ishte ndarë nga jeta. 3 vjet që kur ai burr i admiruar nga kaq shumë njerëz, i respektuar në çdo cep të vendit, i kishte mbyllur syt për herë të fundit në shtratin ku kishin fjetur së bashku për më shumë se 40 vjet. Dhimbja e mungesës ishte ende e freskët si një plagë që këmbëngulte të mos mbyllej. Çdo mëngjes, zonja Zana zgjohej duke pritur të dëgjonte zërin e tij të thellë që e thërriste për kafe, të ndjente aromën e parfumit të tij të sandalit, të shihte atë buzëqeshje të ngrohtë që ndriçonte çdo ambient. Por gjente vetëm zbrazëtin, këtë shoqërues të vazhdueshëm që kishte zënë vendin e dashurisë së jetës së saj. Djali i saj, Besnik Tahiri, ishte gjithçka që i kishte mbetur nga ajo kohë plotësie. Një burr brillant që kishte marrë drejtimin e bankës Tahiri pas largimit të babait dhe e kishte shndërruar institucionin në një nga konglomeratet financiare më të fuqishme në Shqipëri. Besniku e donte nënën e tij me gjithë intensitetin e atij që e njeh atë si bazën e gjithçkaje që ishte bërë. Telefononte çdo ditë, dërgonte lule çdo javë, sigurohej që asgjë të mos mungonte në atë shtëpi të madhe. Por detyrimet e tij e mbanin të mbërthyer në mbledhje të pafundme, udhëtime të minutës së fundit, vendime që nuk mund të prisnin. Vizitat ishin gjithnjë e më të rralla, drekat e së dielës gjithnjë e më të largëta. Zonja Zana e kuptonte, sigurisht që e kuptonte. Bota e biznesit ishte e pamëshirshme dhe djali i saj mbante mbi supe jo vetëm mbijetesën e qindra familjeve, por edhe trashëgimin e babait të tij. Megjithatë, vetmia dhemte. Dhemte kur ulej në tryezën e pafundme të sallës së ngrënies, vetëm duke parë karriget bosh. Dhemte kur endej nëpër dhomat që dikur kishin pritur të qeshurat e nipërve të vegjël, tani të rritur dhe të zënë me jetët e tyre. Dhemte veçanërisht kur hynte në zyrën e Arbenit, atë faltore të ruajtur saktësisht siç e kishte lënë ai, me stilolapsat e tij të organizuar, librat e tij të rreshtuar, koltukun e tij prej lëkure që ende ruante formën e trupit të tij. Ishte pikërisht në atë zyrë, në një pasdite me shi të qershorit, që zonja Zana gjeti letrën. Po kërkonte një fletore të vjetër ku Arbeni zakonisht shënonte receta kekësh që i pëlqente t'i bënte në fundjavë, një pasion i fshehtë që pak kush e dinte. Kur hapi një sirtar ansor të tavolinës së drurit të Moganit, gishtat e saj të dridhur prekën një zarf të zverdhur, të vulosur me dyll të kuq, të fshehur në një grumbull letrash të vjetra. Zemra i rahu fort kur njohu shkrimin e sigurt dhe elegant të bashkëshortit. Me duar të dridhura, zonja Zana theu vulën dhe shpalosi faqet me kujdes. Fjalët kërcyen nga letra sikur Arbeni të ishte aty, duke i pëshpëritur në vesh. Ishte një letër e shkruar muaj para largimit të tij, kur ai tashmë e ndjente se koha po i mbaronte. Në të, Arbeni fliste për ëndrat e tij për bankën, për rëndësinë e të mos humburit kurrë të humanizmit mes shifrave, për angazhimin për të përdorur pasurinë për të transformuar jetë dhe jo vetëm për të grumbulluar pushtet. Por kishte edhe shqetësime, frikë se sistemi bankar mund të bëhej një makinë e ftohtë dhe mizore, e aftë të shtypte më të pambrojturit në emër të efikasitetit dhe fitimit.
Zonja Zana e lexoi dhe e rilexoi çdo fjalë, duke ndier lotët që i rridhnin në fytyrën e rrudhur. Ishte sikur Arbeni po përpiqej t'i thoshte diçka, një paralajmërim i dashur për drejtimin që gjërat mund të merrnin. Dhe në fund të letrës, një fjalë e preku thellë: Zana, dashuria ime, nëse një ditë ndjen se kemi humbur rrugën, mos ki frikë të na kthesh përsëri në shteg. Ti ke qenë gjithmonë busulla ime morale, ndërgjegjja ime e gjallë. Të besoj ty për të mbrojtur jo vetëm familjen tonë, por të gjithë ata që do të kryqëzojnë rrugën me atë që kemi ndërtuar së bashku. Ato fjalë ndezën diçka brenda saj, një flak që ishte e fjetur në hirin e trishtimit. Zonja Zana kuptoi se kishte kaluar 3 vitet e fundit vetëm duke mbijetuar, duke u lënë të konsumohej nga malli, duke harruar se ende kishte një qëllim, se ende mund të nderonte kujtimin e Arbenit në mënyrë aktive dhe domethënëse. Dhe atëherë i lindi ideja, e qartë si një rrezë dielli që depërtonte rreth e rënda. Pas 2 javësh do të ishte ditëlindja e Arbenit. Ai do të mbushte 75 vjeç. Çdo vit më parë, zonja Zana e kishte kaluar atë ditë e mbyllur në dhomë, duke qarë në heshtje, e zhytur në kujtime të dhimbshme. Por këtë herë do të ishte ndryshe. Këtë herë, ajo do të bënte një festë, një kremtim të madh të jetës dhe trashëgimisë së tij. Do të mblidhte miq të vjetër, ortak besnik, punonjës që kishin punuar me Arbenin që në fillim, të gjithë ata që mbanin histori të bukura për atë burr të jashtëzakonshëm. Do të ishte një homazh, por edhe një paralajmërim i butë, një mënyrë për t'u kujtuar të gjithëve, veçanërisht besnikut të saj, vlerat që kishin udhëhequr gjithmonë familjen Tahiri. Vendimi i solli një energji të re zonja Zanës. Ajo filloi të planifikonte çdo detaj, duke telefonuar diskretisht miqve të vjetër, duke kontaktuar restorantin e preferuar të Arbenit, duke zgjedhur muzikën që ai adhuronte. Donte që gjithçka të ishte perfekte, që të ishte një surprizë e veçantë edhe për besnikun, i cili kohët e fundit ishte kaq i tensionuar, kaq i zhytur në punë. Ndoshta ai kremtim mund ta rilifte me rënjet, t'i kujtonte nga erdhën dhe pse luftuan kaq shumë. Për të organizuar festën siç e imagjinonte, zonja Zana kishte nevojë për para në dorë. Kishte llogari dhe karta, sigurisht, por donte t'i bënte gjërat sipas mënyrës së vjetër, të shkonte personalisht te furnitorët, të paguante me para në dorë, të ndihej e dobishme dhe e pavarur siç kishte qenë gjithmonë. Kishte një shumë të konsiderueshme të ruajtur në një llogari të vjetër, një rezervë që Arbeni e kishte lënë posaçërisht për të që ta përdorte si të donte, pa pasur nevojë t'i jepte llogari askujt. Do të ishte perfekte. Mund t'i kishte telefonuar besnikut, t'i kërkonte që dikush nga banka të vinte në vilë për të zgjidhur gjithçka. Por jo. Zonja Zana donte të dilte, të merrte ajrin e qytetit, të ndihej e gjallë dhe e aftë. Përveç kësaj, selia kryesore e bankës Tahiri ndodhej në bulevardin Dëshmorët e Kombit, jo shumë larg prej andej. Ndoshta mund të kalonte shpejt edhe në zyrën e të birit, ta shihte për disa minuta, të shuante mallin pa prishur surprizën e festës. Ideja e gjallëroi edhe më shumë. Në mëngjesin e zgjedhur, zonja Zana u vesh me thjeshtësinë që e kishte karakterizuar gjithmonë. Një fund ngjyrë kafe, i lehtë dhe i rehatshëm, një bluzë pambuku bezh, këpucë të sheshta të vjetruara nga koha. Krehu flokët e bardhë në të njëjtin topuz si gjithmonë dhe mori çantën e saj prej cope që e përdorte prej më shumë se një dekade. U pa në pasqyrën e holit të hyrjes dhe buzëqeshi për herë të parë pas disa javësh. Aty ishte ajo, e njëjta Zana si gjithmonë, gruaja që kishte shitur perime në tregun e Kamzës para se të njihte Arbenin, që kur nuk i kishte harruar rënjet e saj të përulta. Shoferi i ofrua ta çonte, por ajo e refuzoi me mirësjellje, duke preferuar të thërriste një taksi. Donte të ndihej e zakonshme, anonime, e lirë nga pompoziteti që gjithmonë e kishte vënë në siklet. Taksisti, një zotëri simpatik i moshës së mesme, bisedoi gjallërisht gjatë rrugës, duke folur për trafikun kaotik të Tiranës, për çmimet që nuk ndalonin së rrituri, për fëmijët që studionin natën ndërsa punonin ditën. Zonja Zana e dëgjoi me vëmendje të sinqertë, duke bërë pyetje, duke treguar interes real. Ato histori e preknin, i kujtonin se bota ishte plot me njerëz që luftonin për një jetë më të mirë, ashtu siç kishin luftuar ajo dhe Arbeni dekada më parë. Kur taksia ndaloi përballë ndërtesës madhështore të bankës Tahiri, zonja Zana ndjeu një therrje ankthi të përzier me krenari. Aty ishte materializimi i ëndrave të bashkëshortit të saj, një ndërtesë prej xhami dhe çeliku që reflektonte qiellin gri të Tiranës, simbol i gjithçkaje që kishin arritur së bashku. Mori frym thellë, falenderoi shoferin me një bakshish bujar dhe eci drejt hyrjes kryesore.
Dyert e xhamit u hapën automatikisht dhe zonja Zana hyri në holin e gjerë dhe vezullues. Mermeri i bardhë i dyshemes pasqyronte dritat moderne të tavanit dhe dhjetëra njerëz qarkullonin me nxitim, disa me kostume elegante, të tjerë me rroba të zakonshme, të gjithë të zhytur në botët e tyre. Ajo u ndje papritur e vogël, e pavend në atë mjedis që, megjithse i përkiste familjes së saj, duke i kaq i largët nga realiteti i saj i përditshëm. Shikimet filluan të binin mbi të. Fillimisht kureshtare, pastaj dyshuese. Një zonjë e shkurtër, me rroba të thjeshta dhe të vjetruara, flokë të bardhë të shpupuritur nga fladi i rrugës, çantë cope e zbejur e varur në krah. Në sytë e atyre njerëzve të mësuar me luksin dhe shkëlqimin, zonja Zana nuk ishte gjë tjetër veç se një person i zakonshëm, ndoshta edhe i varfër, mundësisht i hutuar, sigurisht jashtë vendit të saj. Dy roje sigurie me uniform, me krahët e kryqëzuar pranë derës rrotulluese të brendshme, shkëmbyen shikime domethënëse. Njëri prej tyre, një djalë i gjatë me shprehje serioze, u afrua diskretisht, duke ndjekur çdo lëvizje të moshuarës me vëmendje të tepruar. Zonja Zana ndjeu peshën e atij shikimi, por u përpoq ta injoronte, duke ecur fillimisht drejt bankomateve, duke menduar nëse do të mund të zgjidhte gjithçka aty. Nuk ja doli. Sistemi kërkonte fjalë kalime që ajo nuk i mbante mend, ofronte opsione të paqarta në ekrane që pulsonin shumë shpejt. Hoqi dorë pas disa përpjekjeve të dështuara dhe vendosi të kërkonte një punonjës. Shikoi përreth duke kërkuar orientim dhe pa një radhë për shërbim preferencial. U drejtua atje, por u ndalua nga një punonjëse e re me fund të ngushtë dhe taka të larta. Vajza, pa e pyetur fare se çfarë i duhej zonja Zanës, i tregoi me një gjest mekanik radhën e zakonshme, më të gjatë dhe më të ngadalë. Zonja Zana u përpoq të shpjegonte se kishte një llogari të vjetër dhe se duhej të fliste me dik për një tërheqje të konsiderueshme, por punonjësja tashmë po i shërbente dikujt tjetër, duke e injoruar plotësisht. E dorëzuar, e moshuara u drejtua në radhën e treguar dhe priti radhën e saj, duke ndjer lodhjen që filloi t'i rëndonte në këmbë. 40 minuta më vonë, më në fund arriti në sportel. Punonjësi, një djalë i mërzitur që mezi i ngriti syt nga ekrani i kompjuterit, e pyeti në mënyrë monotone se çfarë dëshironte. Zonja Zana shpjegoi me qetësi se kishte një llogari të vjetër, se duhej të bënte një tërheqje me vlerë të konsiderueshme për një ngjarje të rëndësishme familjare. Djali i kërkoi dokumentet dhe ajo i dha kartën e identitetit dhe një kartë banke, të zverdhur nga koha. Punonjësi rrudhi ballin teksa fuste të dhëna. Ekrani vonoi të përgjigjej dhe kur e bëri, ai u përkul përpara, duke i mprehur sy. Shikoi zonja Zanën, pastaj ekranin, pastaj përsëri atë. Shpreha e tij ndryshoi nga mërzi në dyshim. Pa thënë asnjë fjalë, ai u ngrit dhe eci drejt një dhome me xham në fund, ku një burr me kostum blu të errët bisedonte me punonjës të tjerë. Zonja Zana vëzhgoi ndërsa punonjësi i tregonte diçka në ekranin e një tableti, duke treguar her pas here në drejtim të saj. Burri me kostum ngriti shikimin, duke e analizuar nga larg me një shprehje që përziente mosbesim dhe irritim. Ishte Agron Salihu, menaxheri i asaj dege. I njohur për temperamentin e tij shpërthyes dhe arrogancën e tij pa kufi, Agroni kishte ndërtuar një reputacion të efikasitetit të pamëshirshëm. Arrinin objektivat, shkurtonte kostot, pushonte pa hezitim çdo që e konsideronte jo produktiv. Për të, banka ishte një makinë për të bërë para dhe njerëzit ishin vetëm pjesë të zëvendësueshme në këtë ingranazh. Eprorët e tij adhuronin shifrat e tij, duke injoruar ankesat e përsëritura për sjelljen e tij abuzive. Agroni ju afrua sportelit me hapa të mëdhenj, mjekrën lart, sytë e mprehtë duke e shqyrtuar zonja Zanën nga kokat e këmbët. U ndal pranë punonjësit, kryqëzoi krahët dhe foli me një ton mjaft të lartë që klientët dhe punonjësit e tjerë të mund ta dëgjonin. Zonjë, do të më falni, por duhet të kuptoj diçka. Ju po thoni se keni një llogari këtu me vlera të larta dhe doni të bëni një tërheqje të konsiderueshme, apo jo? Zonja Zana pohoi me qetësi, duke ruajtur dinjitetin pavarësisht tonit të tij përbuzës. Po, zotëri. Kam një llogari të vjetër, të lënë nga bashkëshorti im. Më duhet qasje në para për të organizuar një ngjarje familjare. Është një shumë që është ruajtur prej disa kohësh. Agroni lëshoi një të qeshur të shkurtër, pa humor. Zonjë, me gjithë respektin, por ne dëgjojmë shumë histori këtu. Njerëz që shpikin të afërm të pasur, trashëgimi imagjinare, llogari që nuk ekzistojnë.
Sistemi këtu po tregon një llogari, por sinqerisht duke ju parë juve, është e vështirë të besohet se këto para janë vërtet tuaja. Gjaku i zonja Zanës u ngrin në vena. Ajo ndjeu faqet t'i skuqeshin, jo nga turpi, por nga indinjata e përmbajtur. Rreth e rrotull, disa njerëz u ndalën për të parë skenën. Punonisit shkëmbyen shikime bashkëfajtore, disa tashmë duke buzëqeshur diskretisht, sikur të shihnin një situatë tjetër të çuditshme të përditshmërisë bankare. Ju garantoj se parat janë të mia, tha zonja Zana, duke e mbajtur zërin të qëndrueshëm pavarësisht dridhjes që filloi t'i kaplonte duar. Bashkëshorti im e la këtë shumë posaçërisht për mua. Mund ta vërtetoj nëse ju verifikoni dokumentet e duhura. Agroni rrotulloi syt në mënyrë dramatike. Zonjë, dëgjoni, do të jem i sinqert me ju. Ne nuk kemi kohë për të humbur me histori të pabesueshme. Kjo llogari që shfaqet këtu në sistem, nëse është e njëjta për të cilën po flisni, ka një vlerë shumë të lartë për dikë që vjen këtu e veshur kështu, pa asnjë shoqërues, duke dashur të tërheqë gjithçka menjëherë. Kjo ka erë mashtrimi, fraude, dikush që përpiqet të hiqet si ai që nuk është. Poshtërimi digjte si acid. Zonja Zana ndjeu lotët t'i digjnin në sy, por refuzoi t'i linte të binin. Nuk do t'i jepte atij burri arrogant kënaqësinë ta shihte duke qarë. U përpoq të fliste përsëri, por ai e ndërpreu me një gjest të paduruar të dorës. Dëgjoni, do t'ju them diçka që askush nuk ka guxim ta thojë. Ju po shpikni histori. Njerëzit parazit nuk kanë këtë lloj parash, jo zotëri. Dhe nëse i kanë, nuk ecin kështu rrugëve, duke u dukur sikur sapo kanë dalë nga tregu. Ju mendoni se ne jemi budallënj? Të qeshura diskrete u dëgjuan përreth. Dy punonjes të rinj të mbështetur në banak shkëmbyen komente me zë të ulët, por mjaftueshëm të lartë që zonja Zana t'i dëgjonte. Edhe një e çmendur tjetër që do të bjerë në sy. Duhet të ketë parë emrin e bankës në televizor dhe vendosi të provoj fatin. Menaxheri ka të drejtë, ajo nuk ka as unas në gisht. Zonja Zana shikoi duart e saj. Ishte e vërtetë. Nuk mbante unas prej vitesh. Pas largimit të Arbenit e kishte hequr unazën në një moment dhimbjeje të thellë, e path të duronte peshën e atij simboli pa dashurinë që ai përfaqësonte. E kishte ruajtur në një kuti kadifeje, së bashku me bizhuteritë e tjera që nuk i përdorte kurrë. Por ajo mungesë tani përdorej kundër saj, si provë se gënjente, se shpikte histori. Agroni vazhdoi, i ushqyer nga vëmendja që po merrte. E dini çfarë mendoj unë, zonjë? Mendoj se keni gjetur ndonjë dokument të humbur, menduat se mund të vinit këtu për të bërë një mashtrim, për të tërhequr para që nuk janë tuaja. Fati ynë që kemi sistem, që dim të identifikojmë këto lloj situatash. Sepse dëgjoni, po të ishte për pamjen, ju nuk dukeni se keni as llogari në bank, jo më një llogari të majme si kjo. Çdo fjalë ishte një thik. Zonja Zana u ndje duke u zvogëluar, sikur toka po hapej nën këmbët e saj. Kjo ishte banka e familjes së saj, trashëgimia e dashurisë së jetës së saj, dhe aty ishte ajo duke u trajtuar si një kriminale, një mashtruese, një person pa vlerë. Dhimbja e poshtërimit u përzie me një indinjat në rritje. Si kishin arritur në këtë pikë? Si ishte shndërruar banka që Arbeni e kishte ndërtuar me kaq shumë dashuri, duke menduar t'u shërbente njerëzve në atë mjedis të ftohtë dhe mizor? Ajo u përpoq edhe një herë. Ju lutem, zotëri. Unë nuk po gënjej. Mund t'i telefonoj djalit tim, ai mund të konfirmoj gjithçka. Ai punon këtu, ai mund të shpjegoj. Agroni lëshoi një tjetër të qeshur, këtë herë më të lartë, më mizore. Ah, tani djali punon këtu. Sa e përshtatshme. Më lejoni të hamendësoj, djali është drejtor? President? Ndoshta pronar i bankës? Do t'ju duhet të shpikni diçka më të mirë se kjo. Të qeshurat përreth u shtuan. Situata ishte bërë një shfaqje dhe zonja Zana ishte protagonistja e pavullnetshme e asaj tragjedie publike. Ndjeu këmbët t'i dridheshin, salla të rrotullohej lehtë. Poshtërimi ishte aq i madh sa trupi i saj filloi të reagonte, duke i kërkuar të largohej prej andej, të ikte para se dinjiteti i saj të shkatërrohej plotësisht. Ishte atëherë kur një zë i butë preu mjedisin armiqësor. Më falni. Zonjë, jeni mirë? Zonja Zana u kthye dhe pa një grua të moshës së mesme, të veshur me uniformën blu të ekipit të pastrimit, duke mbajtur një gotë ujë të shtrirë në drejtim të saj.
Fytyra e saj ishte e butë, e shënuar nga rrodhat e dikujt që kishte punuar shumë gjithë jetën, por syt I shkëlqenin nga një dëmshuri e sinqertë që kontrastonte dhunshëm me mizorinë përreth. Punonisja e pastrimit, që quhej Fatime, kishte parë gjithçka. Po mbaronte së pastruari xhamat aty pranë kur vuri re lëvizjen rreth sportelit. Dëgjoi fjalët e menaxherit, pa dhimbjen në fytyrën e asaj zonje të moshuar, dhe diçka brenda saj u revoltua. Nuk kishte rëndësi kush ishte ajo grua, askush nuk meritonte të trajtohej në atë mënyrë, me një mungesë të tillë respekti dhe humanizmi. Agroni e shikoi Fatimen me përbuzje. Ktheu në punën tënde, Fatime. Kjo këtu nuk është puna jote. Por Fatimja nuk lëvizi. Vazhdoi të qëndronte aty duke mbajtur gotën me ujë, sytë e ngulur të zonja Zana me një butësi që e moshuara nuk e kishte gjetur në atë vend të ftohtë. Ju lutem, pini pak ujë. Duket se keni nevojë. Zonja Zana mori gotën me duar të dridhura dhe në atë gjest të thjesht ndjeu diçka të thyej brenda saj. Lotët më në fund shpërthyen, të heshtur dhe të dendur, duke I rrjedhur në fytyrën e rrudhur. Nuk ishin lot dobësie, por mirënjohje e përgjetjen e një fije humanizmi në mes të atij makthi. Pi ujin ngadalë, duke ndjer lëngun e freskët t'i qetësonte pak nyjen në fy. Fatimja u afrua më shumë, duke injoruar shikimin e tërbuar të Agronit. Zonjë, doni të thëras dik? Ndonjë familjar? Zonja Zana tundi kokën, ende e paftë të fliste pa I dridhur zëri. Agroni bëri një hap përpara, duke u futur mes dy grave. Fatime, nuk do ta përsëris. Ktheu në punën tënde tani, ose do të kesh probleme. Por diçka në qëndrimin e Fatimes ndryshoi. Për herë të parë pas shumë kohësh, ajo ngriti mjekrën dhe e shikoi menaxherin drejt e në sy. Me gjithë respektin, zoti Agron, por unë nuk do ta lëzonjen vetëm ndërsa ajo po ndihet keq. Është minimumi I humanizmit që çdo kush meriton. Heshtja që pasoi ishte e dendur. Agroni shtrëngoi grushtet, fytyra e skuqur nga zemërimi. Ajo mosbindje, ajo sfidë që vinte nga një punonjëse e thjesht pastrimi, përballë klientëve dhe kolegëve, ishte e patolerueshme. Por para se të shpërthente, zonja Zana vendosi butësisht dorën në krahun e Fatimes. Faleminderit, bija ime. Faleminderit për mirësinë tënde. Por gjithçka është në rregull. Unë do të largohem tani. Fatimja e ndihmoi të stabilizohej, duke I ofruar krahun si mbështetje. Së bashku, ecën ngadalë drejt daljes, nën shikimet e dhjetëra njerëzve. Disa dukeshin të sikletosur, të tjerë indiferent, por askush nuk lëvizi për të ndihmuar apo për të pyetur se çfarë kishte ndodhur. Tashmë te dera, zonja Zana u kthye për herë të fundit. Shikimi I saj u kryqëzua me atë të Agronit, I cili ishte ende aty, me krahët e kryqëzuar, një buzëqeshje kënaqësie në fytyrë. Ajo donte të thoshte diçka, donte të bërtiste, donte ta bënte atë burr të kuptonte madhësinë e padrejtësisë që kishte bërë. Por jo. Ende jo. Diniteti kërkonte që ajo të largohej prej andej me kokën lart, edhe pse zemra I ishte bërë cop-cop. Jashtë, ajri I freskët I Tiranës nuk ishte dukur kur kaq I nevojshëm. Zonja Zana mori frym thellë, duke ndjer fladin t'i lehtësonte nxehtësinë e poshtërimit që ende I diqte në faqe. Fatimja mbeti pranë saj, duke pritur që ajo të merrte veten. Zonjë, jeni e sigurt që jeni mirë? Doni të thëras një taksi? Zonja Zana shikoi atë grua të thjeshtë, që kishte rrezikuar punën e saj për të treguar pak humanizëm, dhe ndjeu zemrën t'i shtrëngohej. Jam mirë, e dashur. Faleminderit, ty si e ke emrin? Fatime, zonjë. Fatime Berisha. Fatime. Zonja Zana përsëriti emrin, duke e gdhendur në kujtesë. Ti ishe e vetmja person aty brenda që më trajtoi si njeri. Kjo vlen më shumë se të gjitha pasuritë e botës. Dy gratë u panë në sy për një moment të gjatë, një komunikim I heshtur I dhimbjes së përbashkët dhe respektit reciprok. Fatimja duhej të kthehej në punë para se mungesa e saj të vijej re, dhe zonja Zana duhej të përpunonte gjithçka që sapo kishte ndodhur. U ndan me një përqafim të shkurtër por intensiv, duke premtuar se do të shiheshin përsëri. Ndërsa taksia e çonte zonja Zanën përsëri në vilën në blok, ajo shikoi nga dritarja pa e parë vërtet qytetin që kalonte. Mendja I vlonte me mendime kontradiktore. Poshtërimi ende diqte si zjarri I gjallë, por kishte edhe një vendosmëri në rritje, një zemërim I drejtë që filloi të merrte formë. Ajo që kishte pësuar nuk ishte vetëm një fyerje personale.
Ishte një simptom e diçkaje shumë më të madhe, një shtrembërim i vlerave që Arbeni i kishte çmuar aq shumë. Letra e tij ju kthye në mendje, fjalët jehonin me forcë të ri për të rirë. Mos ki frikë të na kthesh përsëri në shteg. Ndoshta ishte pikërisht kjo që duhej të bënte. Jo për hakmarrje, jo për krenarit të lënduar, por sepse ai institucion, i cili duhej të nderonte kujtimin e bashkëshortit të saj duke u shërbyer njerëzve me respekt dhe dinjitet, ishte shndërruar në diçka të panjohur. Dhe Fatimja. Ajo grua trime dhe e butë, që i kishte ofruar ujë dhe dëmshuri kur të gjithë të tjerët i ofronin vetëm përbuzje. Zonja Zana nuk mund të harronte atë, nuk mund të lejonte që mirësia e saj të mbetej pa u njohur ose, më keq, të dënohej nga ai menaxher mizor. Kur arriti në shtëpi, zonja Zana u mbyll në dhomë dhe më në fund lejoi që lotët të vinin me forcë të plotë. Qau për poshtërimin e pësuar, për mallin për Arbenin që tani dukej edhe më i mprehtë, për frikën se djali i saj nuk e dinte se çfarë po ndodhte në bankën që mbante emrin e familjes. Por mes lotëve, një vendim i prerë filloi të formohej. Kjo nuk do të mbaronte kështu. Nuk mund të mbaronte kështu. Në ditët që pasuan atë pasdite poshtëruese, zonja Zana nuk mundi ta largonte nga mendja kujtimin e asaj që kishte ndodhur. Zgjohej në mes të natës, duke rijetuar çdo fjalë mizore, çdo shikim përbuzës, çdo të qeshur që kishte jehuar në holin e ftohtë të asaj banke. Por bashkë me dhimbjen, rritej edhe një nevojë pothuajse fizike për të vepruar, për të bërë diçka që do ta transformonte atë përvojë shkatëruese në diçka më të madhe, diçka që mund të sillte ndryshim real. Letra e Arbenit qëndronte mbi komodinën e saj, dhe çdo mëngjes ajo e rilexonte, duke kërkuar forcë në fjalët e bashkëshortit. Ato rreshta të shkruar me kaq dashuri dhe mençuri ishin bërë busulla e saj, arsyeja e saj për të mos u dorëzuar. Por kishte diçka më shumë, një shqetësim që nuk e linte të qetë, Fatimja. Ajo grua e thjeshtë, që kishte rrezikuar pozitën e saj për të treguar dëmshuri, apo vuante pasojat për shkak të atij gjesti humanizmi? Ideja se Fatimja mund të ishte duke u dënuar sepse e kishte ndihmuar, e torturonte zonja Zanën më shumë se poshtërimi i saj. Për 3 netë rresht, Mezi arriti të flinte, duke imagjinuar skenar të tmerrshëm. Po sikur menaxheri ta kishte pushuar nga puna? Po sikur ta përndiqte, duke ja bërë punën të padurueshme? Faji i rëndonte si një gur mbi gjoks. Duhej të kthehej në bank, jo për të tërhequr parat tani, por për të siguruar që Fatimja ishte mirë, për ta falendëruar siç duhet dhe ndoshta, në një farë mënyre, për ta mbrojtur nga hakmarrjet që mund të ishte duke vuajtur. 4 ditë pas incidentit, zonja Zana u kthye në bankën Tahiri. Këtë herë, u vesh me pak më shumë kujdes, duke zgjedhur një veshje të thjeshtë por më pak të vjetruar, dhe i mblodhi flokët me një kapse argjendi që Arbeni ja kishte dhënë dekada më parë. Nuk donte të tërhiqte vëmendjen, por as nuk donte të dukej plotësisht e padukshme. Qëllimi i saj ishte diskret, të gjente Fatimen, të bisedonte me të, ndoshta edhe të arrinte më në fund të bënte atë tërheqje që kishte motivuar gjithçka. Kur hyri në bank, e njëjta ndjenjë sikleti familjar e mbështolli. Shikime kurioztare, disa madje e njohen nga ajo skenë e sikletshme disa ditë më parë. Zonja Zana mbajti kokën lart, duke ecur ngadalë nëpër hol, syt duke kërkuar figurën e njohur të punonjëses së pastrimit. Kaloi pranë sporteleve, radhave, sallave të pritjes, por nuk kishte asnjë shenjë të Fatimes. Ishte atëherë kur pa një derë anësore që çonte në një korridor shërbimi. Me diskrecion u drejtua atje, duke e shtyr derën me kujdes. Korridori ishte i ngushtë, i ndriçuar dobët, me mure gri që kontrastonin brutalisht me luksin e holit kryesor. Aty ndodheshin depot e materialeve të pastrimit, dhomat e zhveshjes së punonjësve mbështetës, ato hapësira të padukshme ku punonin njerëzit që e mbanin bankën në funksionim por rrallë shieshin ose njieshin. Dhe ishte aty, duke rregulluar një karrocë pastrimi, që zonja Zana më në fund e gjeti Fatimen. Gruaja kishte një fytyrë të lodhur, supet e kërrusura në mpeshën e një lodhjeje që dukej se shkonte përtej fizikes. Kur sytë e saj takuan ata të zonja Zanës, pati një shkëndi habje e ndjekur nga një buzëqeshje e ndrojtur por e sinqertë. Zonja Zana. Jeni kthyer. U ktheva, bia ime. Nuk mund të ndaloja së menduari për ty, të pyesja veten nëse ishte gjithçka në rregull pas asaj dite. Fatimja shikoi përreth, duke u siguruar se ishin vetëm, dhe pastaj bëri një gjest që zonja Zana ta ndiqte deri në një hapësirë të vogël ku ndodhej një tavolinë e vjetër dhe disa karrige të thyra. Aty, larg syve dhe veshëve kurioztar, 2 gratë u ulën dhe Fatimja më në fund i lëshoi pak supet e tensionuara.
U shqetësova për ju, rrëfeu Fatimja. Pasi u larguat, mbeta duke menduar se çfarë kishte ndodhur, duke imagjinuar nëse ishit mirë. Por kisha edhe frikë se mund t'ju fajsonin juve për shkakun tim. Zonja Zana i mori duart e ashpra të Fatimes mes të sajave. Ti nuk bëre asgjë të gabuar, e dashur. Përkundrazi. Ti ishe e vetmja person në atë vend që tregoi një fije humanizmi. Dhe unë erdha këtu sot pikërisht për të falënderuar. Nga zemra. Sytë e Fatimes u mbushën me lodh. Kishte punuar në atë bank për gati 15 vjet. Kishte filluar si ndihmëse pastruese, kur djali i saj Luani ishte ende i vogël dhe ajo kishte nevojë për çdo punë për të mbajtur shtëpinë vetëm. Baba i djalit ishte larguar kur kishte mësuar për shtatzënin, duke e lënë pa mbështetje, pa strukturë, pa asgjë tjetër veç vendosmërisë së saj për t'i dhënë djalit një jetë më të mirë se ajo që kishte pasur vetë. Gjatë gjithë këtyre viteve, Fatimja kishte dëshmuar skena mosrespektimi, arrogancë dhe mizorie. Kishte parë klient të keq trajtuar, punonjës të poshtëruar, njerëz të zakonshëm të trajtuar sikur të mos vlenin asgjë. Por gjithmonë kishte mbajtur kokën ulur duke bërë punën e saj në heshtje, sepse i duhej ajo rrogë, sado e mjerueshme të ishte, për të paguar qiran, ushqimin, librat dhe materialet shkollore të Luanit. Djali i saj ishte krenaria e saj, arsyeja e saj për të ekzistuar. Luani ishte 18 vjeç tani, ndiqte vitin e 3 të gjimnazit në një shkollë publike dhe ëndërronte të bëhej mjek. Ishte një djalë brillant, i përkushtuar, që studionte deri vonë natën edhe pasi kalonte ditën duke ndihmuar nënën me punë shtesë që ajo gjente në fundjavë. Notat e tij ishin të përsosura dhe së fundmi kishte fituar një kurs përgatitor falas për universitet, një arritje që e mbushte Fatimen me shpresë dhe tmerr në të njëjtën kohë. Shpresë se ëndra mund të bëhej realitet, tmerr se nuk do të arrinte të paguante fakultetin nëse ai do të fitonte. Ju keni fëmijë? Pyeti Fatimja, duke fshirë diskretisht lotët. Kam një djalë, po. Besnikun. Është një burr i mrekullueshëm, i suksesshëm, që kujdeset për mua sa më mirë që mundet. Por ndonjëherë ndjej se ai është humbur pak rrugës, e di? Puna e konsumon aq shumë sa ndonjëherë duket sikur ka harruar nga vjen, çfarë ka vërtet rëndësi. Fatimja pohoi me mirë kuptim. Edhe unë kam një djalë. Luanin. 18 vjeç. Është gjithë jeta ime, e di? Gjithçka që bëj, çdo sakrificë që pranoj, është duke menduar për të ardhmen e tij. Dhe aty, në atë hapësirë të përulët dhe të harruar të një banke luksoze, dy nëna filluan të ndanin historitë e tyre. Zonja Zana foli për Arbenin, për dashurinë që i kishte bashkuar, për jetën që kishin ndërtuar së bashku, për mallin që nuk kalonte kurrë. Fatimja foli për Luanin, për vështirësitë e rritjes së tij vetëm, për frikrat e natës se nuk do t'ia dilte, për fitoret e vogla që e mbanin në këmbë. Ishin gra nga botë krejtësisht të ndryshme, por të bashkuara nga diçka thellësisht njerëzore, dashuria e pakushtëzuar për fëmijët dhe vullneti për ta lënë botën pak më të mirë se sa i gjetën. Për gati një orë biseduan dhe zonja Zana ndjeu diçka të zgjohej brenda saj që nuk e kishte ndjerë prej shumë kohësh, lidhje të sinqertë, miqësi të vërtetë, atë lloj afërsie që lind kur dy shpirtra e njohin njëri tjetrin si të barabartë, pavarësisht rrethanave të jashtme. Fatimja, nga ana tjetër, gjeti te zonja Zana jo vetëm një besnike, por dikë që e shihte, që e vlerësonte, që e trajtonte me respektin që aq rrallë e merrte në atë mjedis. Por biseda u ndërpre papritur kur dera e korridorit u hap me dhunë. Një grua e gjatë, me taka shumë të larta dhe kostum të ngushtë, hyri me hapa të sigurt dhe shprehje të ashpër. Ishte Valbona Maloku, mbikëqyrësja e sektorit të shërbimit dhe një nga personat më të frikshëm të bankës. Valbona ishte 42 vjeçe, kishte kaluar 15 vitet e fundit duke u ngjitur në hierarkinë korporative në mënyrë të pamëshirshme, duke shkelur çdo që ishte e nevojshme për të arritur më lart. Qëllimi i saj aktual ishte të merrte menaxhimin rajonal dhe për këtë duhej t'i bënte përshtypje Agron Saliut dhe drejtorëve mbi të. Valbona vëzhgonte gjithçka dhe të gjithë me sy skifteri, gjithmonë duke kërkuar të meta që mund t'i shfrytëzonte, dobësi që mund t'i përdorte në favor të saj. Kur e pa Fatimen duke biseduar me atë zonjë të moshuar, reagimi i saj i parë ishte irritimi. Punonisit e pastrimit nuk duhej të humbisnin kohë duke biseduar me askën. Por pastaj e njohu zonja Zanën nga skena e disa ditëve më parë dhe një ide filloi të formohej në mendjen e saj llogaritse. Nëse ajo plak ishte kthyer, do të thoshte se ende po përpiqej të hynte në atë llogari misterioze.
Dhe nëse Fatimia po ja afrohej asaj, ndoshta kishte diçka aty që mund të përdorej. Valbona nuk e dinte saktësisht se çfarë, por instinktet e saj të mprehta i thoshin se kishte një mundësi. Ndoshta mund ta përdorte atë situatë për të dëmtuar Fatimen, të cilën gjithmonë e kishte konsideruar shumë krenare për dikë të pozitës së saj, dhe në të njëjtën kohë të fitonte pikë me Agronin duke treguar vigjilencë dhe mbrojtje të interesave të bankës. Çfarë po ndodh këtu? Zëri i Valbonës preu ajrin si një te. Fatimia u ngrit menjëherë me fytyrën të zbehë. Asgjë, zonja Valbona. Thjesht po ndihmoja klienten këtu. Po ndihmoje? Ti duhet të ishe duke punuar, jo duke llomotitur. Dhe ju, Valbona u kthye nga zonja Zana me përbuzje të fshehur keq, ju nuk duhet të ishit në hol nëse keni nevojë për shërbim? Zonja Zana gjithashtu u ngrit duke ndjerë tensionin në ajër. Unë thjesht po bisedoja me Fatimen, e cila ishte shumë e sjellshme me mua ditën tjetër. Valbona i mpreu sytë. E kuptoj. Mirë, Fatime, ktheu në punë. Tani. Dhe ju, zonjë, ju lutem, drejtohuni në hol, ky nuk është vend për klient. Nuk kishte zgjidhje tjetër veç se të bindeshin. Zonja Zana preku shkurtimisht krahun e Fatimes në një gjest mbështetjeje të heshtur dhe doli nga korridori, duke ndjerë shikimin e akullt të Valbonës që i diqte në shpinë. Kur arriti në hol, mori frymë thellë, duke u përpjekur të qetësonte zemrën që i rrite fort. Diçka te ajo grua e kishte lënë thellësisht të parehatshme, një parandinje e keqe që nuk mund ta shpjegonte. Ndërkohë, në korridorin e shërbimit, Valbona e ngujoi Fatimen pas murit. Jo fizikisht, por me forcën e pozitës dhe autoritetit të saj. Kjo grua është e njohura jote? Jo, zonjë. Vetëm e ndihmova kur ajo u ndje keq këtu në bank disa ditë më parë. Valbona kryqëzoi krahët. Ti e di që shoqërimi me klientët nuk është pjesë e punës tënde, apo jo? Sidomos me klient problematik që tashmë kanë shkaktuar skena këtu. Por ajo nuk shkaktoi skenë, zonjë. Ishte zoti Agron që. Fatimia heshti menjëherë duke kuptuar gabimin. Kur nuk duhej ta kishte përmendur menaxherin. Valbona buzëqeshi, një buzëqeshje e ftohtë dhe llogaritëse që nuk i arriti sy. Pra ti po vën në dyshim veprimet e menaxherit tani? Interesante. Shumë interesante. Mendoj se është më mirë të kesh kujdes, Fatime. Ky lloj qëndrimi mund të sjellë pasoja serioze. Ktheu në punë. Dhe qëndro larg asaj gruaje. Fatimia pohoi shpejt dhe doli prej andej me këmbë të dridhura. E njihte Valbonën mjaftueshëm për të ditur se ajo bisedë nuk do të mbaronte mirë. Mbikëqyrësia ishte hakmarrëse dhe kur dikush binte në shënjestrën e saj, rrallë dilte i padëmtuar. Ajo që Fatimia nuk e dinte ishte se, në një pjesë tjetër të bankës, në një dhomë të fshehtë ku ndodheshin monitorët e sigurisë, një punonjëse e re me emrin Liridona po shikonte gjithë atë lëvizje. Liridona punonte në sektorin e teknologjisë, ishte përgjegjëse për të mbajtur sistemet e vëzhgimit në funksionim, dhe në muajt e fundit kishte dëshmuar gjëra që e shqetësonin thellësisht. Liridona ishte 26 vjeçe, ishte diplomuar në shkenca kompjuterike 3 vjet më parë dhe e kishte gjetur atë punë në bank me shumë mund. Në fillim ishte entuziaste, duke besuar se do të punonte në një institucion serioz dhe të respektuar. Por gradualisht filloi të vinte re të çarat në fasadën e përsosur. Kishte parë Agronin duke keqtrajtuar punonjësit, Valbonën duke manipuluar situata për të dëmtuar kolegët, kishte dëshmuar raste të qarta të ngacmimit moral që injoroheshin nga eprorët sepse agresorët arrinin objektivat e tyre financiare. 2 herë ishte përpjekur të denonconte parregullsi përmes kanaleve të brendshme. Herën e parë ishte injoruar. Herën e dytë ishte thirrur në një dhomë dhe ishte kërcënuar në mënyrë delikate, ose të përqendrohej në punën e saj teknike dhe të ndalonte së përzierje në çështje që nuk i takonin, ose mund të kërkonte punë diku tjetër. Që atëherë, Liridona jetonte në një konflikt të brendshëm torturues. E dinte se duhej të bënte diçka, se kishte përgjegjësinë morale për t'i ekspozuar ato abuzime, por kishte edhe fatura për të paguar, një nën të varur nga ilaçe të shtrenjta dhe sigurinë se denoncimi përsëri do të thoshte humbje e punës. Tani, duke vëzhguar në monitor skenën mes Valbonës dhe Fatimes, Liridona ndjente atë ankth familjar të rritej në gjoksin e saj. E njohu zonja Zanën nga regjistrimet e javës së kaluar, kur Agroni e kishte poshtëruar publikisht.
E kishte para të sken me indinjat në rritje, por nuk kishte bërë gjë tjetër veç se të arkivonte videon si zakonisht. Dhe tani shihte Valbonën që qartazi po e merrte në shënjestër Fatimen, duke përdorur atë bisedë të pafajshme si pretekst për diçka. A duhej të bënte diçka? A duhej të njoftonte dikë? Por kanalet e denoncimit kontrolloheshin nga të njëjtët që kryenin abuzimet. Dhe nëse humbiste punën, si do të kujdesej për nënën e saj? Dilema e konsumonte, duke i vjedhur gjumin, duke i shkatëruar paqen. Ndërkohë, në ditët në vijim, zonja Zana u kthye në bankë edhe 2 herë të tjera. Jo për llogarin apo parat, por sepse kishte krijuar një lidhje të sinqertë me Fatimen dhe donte ta ushqente atë miqësi të papritur. Takoheshin gjithmonë në të njëjtin korridor shërbimi, bisedonin për disa minuta të vjedhura mes një detyre dhe tjetrës së Fatimes, ndanin pjesë të jetëve të tyre si 2 mike të vjetra të ndara nga rrethanat, por të bashkuara nga zemra. Zonja Zana filloi ta ndihmonte Fatimen në mënyra diskrete. I sillte ushqim të gatuar në shtëpi, duke thënë se kishte gatuar shumë dhe nuk donte ta shpërdoronte. I ofronte dhurata të vogla për Luanin, libra që i kishte gjetur në shtëpi dhe nuk i duheshin më. Fatimja, nga ana tjetër, ndante vështirësitë reale të jetës së saj, frikën e vazhdueshme për të humbur punën, netët kur qante fshehurazi duke menduar se kur nuk do të arrinte t'i jepte djalit arsimin që ai meritonte. Një ditë, gjatë një prej këtyre bisedave, Fatimja më në fund zbuloi diçka që e mundonte. Luani ishte pranuar në një nga kurset më të mira përgatitore për universitet në Tiranë, një bursë e pjesshme që mbulonte vetëm gjysmën e pagesave mujore. Gjysma tjetër, edhe pse e reduktuar, ishte një vlerë që ajo thjesht nuk e kishte. Djali po mendonte të hiqte dorë, të fillonte të punonte për të ndihmuar në shtëpi, të braktiste ëndrrën e mjekësisë. Nuk mund ta lësh të heqë dorë, tha zonja Zana me vendosmëri. Ai djalë ka një të ardhme të shkëlqyer përpara. Nuk mund të lejosh që rrethanat ta shkatërrojnë këtë. Por nuk di çfarë të bëj, zonja Zana. Nuk kam nga ti marr këto para. Dhe më keq, zoti Agron po më shikon ndryshe pas asaj dite që ju ndihmova. Kam frikë se po kërkon ndonjë justifikim për të më pushuar nga puna. Ato fjalë ndezën një alarm në kokën e zonja Zanës. Frika e saj më e keqe po konfirmoi, Fatimja po paguante çmimin për të treguar humanizëm. Dhe tani nuk ishte vetëm padrejtësia ndaj saj që e revoltonte, por mundësia reale që një grua e ndershme dhe djali i saj brillant të mund të kishin jetët e tyre të shkatëruara për shkak të mizorisë së atij menaxheri arrogant. Ishte në atë moment që zonja Zana mori një vendim. Nuk mund të qëndronte më vetëm duke biseduar, vetëm duke ofruar ngushëllime të vogla. Duhej të vepronte në mënyrë më domethënëse. Duhej t'i tregonte gjithçka besnikut, ta bënte atë të shihte se çfarë po ndodhte në bankën që mbante emrin e familjes, në themelet e institucionit që Arbeni e kishte ndërtuar me kaq dashuri dhe parime. Por para se të mund ta vinte në praktik këtë plan, situata u përkeqësua në mënyrë drastike. Javën pasuese, Agroni më në fund vendosi se prania e zonja Zanës në bankë dhe miqësia e saj me Fatimen ishin një kërcënim që duhej eliminuar. Për të, ajo grua e veshur keq dhe këmbëngulse ishte një problem, një kujtesë e vazhdueshme e humbjes së kontrollit të tij, dhe më keq, po e kontaminonte Fatimen me ide se ajo kishte të drejta, se meritonte respekt. Agroni e thiri Valbonën për një takim privat në zyrën e tij. Mbikëqyrësia hyri me buzëqeshjen e saj të zakonshme llogaritse, tashmë duke parashikuar se diçka interesante do të ndodhte. Valbona, duhet të flasim për Fatimen, filloi Agroni, duke u mbështetur në koltukun e lëkurës. Kam vënë re se ajo po shpërqendrohet shumë, duke biseduar me atë kliente problematike, nuk po i kryen siç duhet funksionet e saj. Edhe unë e kam vënë re, zotëri. Në fakt, po mendoja të bëja një raport për këtë. Shkëlqyeshëm. Dua që të dokumentosh gjithçka. Vonesa, punë të bërë keq, mosbindje, çfarë të mundesh. Do të ndërtojmë një rast për pushim nga puna me shkak të justifikuar. Valbona ndjeu një val kënaqësie. Më në fund do të kishte mundësinë të hiqte qafe Fatimen, e cila gjithmonë e kishte bezdisur me atë dinjitet të heshtur, me atë mënyrë të mos u lënit të shkelet plotësisht. Sigurisht, zotëri. Do të merrem personalisht me këtë. Në ditët në vijim, Valbona filloi ta përndiqte Fatimen pa pushim.
Arrinte pa pritur për të verifikuar punën e saj, tregonte pa përsosmëri të padukshme, ankohej për banjo të pastra duke pretenduar se ishin të pista, shënonte çdo vonesë 5 minutëshe sikur të ishte një fyrje e rëndë. Fatimia ndiej gjithnjë më e ngushtuar, stresi filloi të ndikonte në shëndetin e saj, netët e pagjumësisë u shtuan. Dhe pastaj, në një pasdite me shi të shtatorit, ndodhi më e keqja. Agroni ekzekutoi një plan që e kishte kurdisur prej ditësh. Gjatë pushimit të drekës së Fatimes, kur ajo kishte lënë çantën e saj në dollapin e dhomës së zhveshjes, ai hyri atje me bashkëfajsinë e Valbonës dhe futi brenda çantës 2 tufa kartëmonedash false. Kartëmoneda të vjetra që ishin hequr nga qarkullimi dhe që ai mbante në zyrën e tij pikërisht për situata të tilla. Kur Fatimia u kthye nga dreka, u ndalua nga 2 roje sigurie që, nën urdhrat e Agronit, i kërkuan të kontrollonin çantën e saj. Ajo, pa kuptuar asgjë, lejoi. Dhe kur hapën çantën dhe gjetën parat, bota e saj u shem. Agroni u shfaq si një aktor i përgatitur për momentin e tij të lavdis. Thiri të gjithë punonjësit e katit përdes, u kujdes që të kishte dëshmitar dhe e akuzoi Fatimen publikisht se kishte vjedhur para nga banka. Ajo u përpoq të mbrojë, duke u betuar se kur nuk i kishte parë ato para më parë, se dikush i kishte futur aty, por fjalët e saj u mbytën nga akuzat. Agroni tashmë kishte gjithçka të planifikuar, tashmë kishte përgatitur raportet false të Valbonës, tashmë kishte ndërtuar një narrativ ku Fatimia ishte një punonjëse problematike dhe e pandershme. Pushimi nga puna ishte i menjëhershëm. Fatimia u shoqërua jashtë bankës si një kriminale, nën shikimet e kolegëve të tronditur, klientëve kureshtar dhe praninë e kënaqur të Agronit dhe Valbonës. Lotët i rridhnin në heshtje ndërsa mbante kutinë me sendet e saj, poshtërimi duke djegur më thellë se çdo dhimbje fizike. Jashtë, nën shiun e imët të shtatorit, Luani e priste nënën siç bënte çdo ditë pas mësimeve të kursit. Kur e pa Fatimen duke dalë në atë mënyrë, me fytyrën të tronditur dhe një kuti në duar, zemra i u copëtua. Vrapoi drejt saj, e përqafoi fort ndërsa ajo qante në supet e të birit dhe në atë moment ndjeu botën e tij të shembej. Jo vetëm për punën e humbur, por për padrejtësinë flagrante, për sigurinë se do t'i duhej të braktiste ëndrat e tij për të punuar dhe për të ndihmuar nënën. Brenda bankës, në një dhomë të errët monitorimi, Liridona pa gjithçka përmes monitorëve, duart i dridheshin nga zemërimi dhe pafuqia. Kishte gjithçka të regjistruar. Kishte parë Agronin dhe Valbonën duke hyrë në dhomën e zhveshjes, kishte parë momentin e saktë kur ata futën parat në çantën e Fatimes. Kishte provën e përsosur të krimit që kishin kryer. Por çfarë të bënte me të? Të denonconte do të thoshte të ekspozoi, të humbiste punën, ndoshta edhe të vuante pasoja ligjore nëse Agroni vendoste ta padiste për shpifje. Dilema e paralizonte. Të shpëtonte Fatimen por të shkatëronte jetën e saj? Apo të mbronte veten dhe të jetonte përgjithmonë me fajin se kishte lejuar atë padrejtësi? Liridona mbeti aty vetëm në atë dhomë, ndërsa regjistrimet vazhdonin të rrotulloheshin në monitor, prova e së vërtetës duke pulsuar në ekrane, por e mbërthyer nga zinxhiri i frikës që e mbante të palvizshme në karrigen e saj. Dhe ndërsa shiu binte mbi Tiranë, 3 gra mbanin dhimbjet dhe dilemat e tyre. Fatimia, e poshtëruar dhe e dëshpëruar, pa ditur si do të mbijetonte muajin tjetër, Liridona, e paralizuar mes ndërgjegjes dhe frikës, dhe zonja Zana, e cila në vilën e saj të heshtur ishte gati të zbulonte se çfarë kishte ndodhur dhe të merrte vendimin më të rëndësishëm të jetës së saj. Zonja Zana e zbuloi se çfarë kishte ndodhur në një mënyrë që nuk do ta kishte imagjinuar kurrë. 2 ditë pas pushimit nga puna të Fatimes, vendosi të kthehej në bank për bisedën e saj të zakonshme me Mikeshën, duke marrë me vete një zarf me disa para që planifikonte t'i ofronte diskretisht për të ndihmuar me shpenzimet e kursit të Luanit. Arriti në korridorin e shërbimit si zakonisht, por gjeti një person tjetër duke pastruar aty, një vajzë e re që mezi i ngriti syt kur ajo kaloi. Ku është Fatimia? Pyeti zonja Zana, zemra tashmë duke filluar të rrahë shpejt me një parandjenje të keqe. Vajza ngriti supet pa ndërprer punën. E pushuan nga puna. Ka 1-2 ditë. Mendoj se vodhi para ose diçka të tillë. Fjalët ranë mbi zonja Zanën si një kovë me ujë të ftohtë. Vodhi? Fatimia? Ajo grua e ndershme, punëtore, që jetonte për të birin dhe sakrifikonte çdo ditë? E pamundur. Absolutisht e pamundur. E moshuara ndjeu këmbët t'i dridheshin dhe ju desh të mbështetej në mur për të mos rënë. Si kështu e pushuan? Çfarë ndodhi saktësisht?
Nuk i di detajet, zonjë. Di vetëm se menaxheri gjeti para në çantën e saj dhe e pushoi në vend. Ishte një skandal, të gjithë e pan. Zonja Zana doli prej andej duke u lëkundur, mendja i vlonte. Duhej të zbulonte të vërtetën, duhej të fliste me Fatimen, të kuptonte se çfarë kishte ndodhur vërtet. Por nuk e kishte numrin e saj të telefonit, nuk e dinte ku jetonte, nuk kishte si ta kontaktonte. Dëshpërimi filloi ta kaplonte, i përzier me një tërbim në rritje. Nëse kjo kishte qenë një kurth, nëse kishin shkatëruar jetën e asaj gruaje për shkak të miqësisë me të, zonja Zana nuk do ta falte kurrë veten. Kaloi 3 ditët e ardhshme duke u përpjekur të zbulonte informacione, por të gjithë në bank refuzonin të flisnin për çështjen. Punonisit shmangnin shikimin kur ajo pyeste, rojet e sigurisë thoshin se nuk mund të jepnin informacione për ish punonisit. Derisa më në fund, një pasdite, arriti të lokalizonte një kolege të Fatimes që punonte në sektorin e arkivave, një zonjë me emrin Kumrie që gjithmonë kishte qenë e sjellshme. Kumria, pas shumë këmbënguljeje dhe premtimesh për konfidencialitet, i tregoi gjithçka zonja Zanës. Foli se si Agroni dhe Valbona e kishin përndjekur Fatimen për javësh, se si të gjithë në bank e dinin se ajo akuzë për vjedhje ishte e rreme, se si Fatimja ishte larguar prej andeje shkatëruar, duke mbajtur një kuti me sendet e saj ndërsa djali i saj qante pranë saj te dera e bankës. Përshkrimi i asaj skene i acoptoi zemrën zonja Zanës. Fatimja ishte poshtëruar publikisht, akuzuar për një krim që nuk e kishte kryer, dhe djali i saj e kishte dëshmuar gjithçka. Ëndra e Luanit për t'u bërë mjek ndoshta ishte shkatëruar tani, me nënën të papunë dhe të shpifur. Dhe gjithçka pse? Sepse Fatimja kishte pasur guximin të tregonte humanizëm, t'i ofronte një gotë ujë një zonje të moshuar të keq trajtuar. Zonja Zana doli nga ajo bank për herë të fundit para stuhisë që do të vinte. Por këtë herë nuk doli duke qarë. Doli me një vendosmëri prej çeliku që i diqte në gjoks. Kishte ardhur koha të ndalonte së vuajturi në heshtje, të pranonte pasivisht padrejtësi. Kishte ardhur koha të nderonte fjalët e Arbenit, ta kthente atë institucion në rrugën e duhur, pa marrë parasysh koston. Po atë natë, zonja Zana i kërkoi shoferit ta çonte në apartamentin e besnikut në zonën e bllokut. Ishte gati ora 9 e mbrëmjes kur arriti, dhe djali i saj po mbaronte darkën vetëm, ende me këmish por me kravatën të liruar, fytyra e shënuar nga lodhja e një dite tjetër raskapitse. Kur shërbëtorja njoftoi se nëna e tij ishte aty, besniku u ngrit menjëherë, i shqetësuar. Zonja Zana rrallë shfaqej pa lajmëruar. Mami, çfarë ka ndodhur? A je mirë? Ai e përqafoi, duke vënë re menjëherë tensionin në trupin e saj. Duhet të flas me ty, besnik. Është e rëndësishme. Shumë e rëndësishme. U ulën në sallonin e gjerë dhe modern të apartamentit dhe zonja Zana filloi të tregonte. Foli për vendimin për të shkuar në bank për të tërhequr para për festën surprizë në nder të babait. Foli për poshtërimin që kishte pësuar nga duart e Agron Salihut, se si ishte trajtuar si një kriminale, një mashtruese, një person pa vlerë. Zëri i saj u dridh kur kujtoi atë ditë, por mbeti i qëndrueshëm, e vendosur të tregonte gjithçka. Besniku dëgjonte në heshtje, por fytyra e tij po transformohej. Lodhja i la vendin fillimisht hutimit, pastaj mosbesimit, më në fund tërbimit të pastër. Nëna e tij? Nëna e tij ishte poshtëruar në bankën e familjes? Nga një menaxher që ai vetë e kishte ndihmuar të promovojë 2 vjet më parë për shkak të rezultateve të tij të jashtëzakonshme financiare? Me çdo fjalë që thoshte zonja Zana, besniku ndjente turpin dhe fajin të rriteshin brenda tij si një valë mbytëse. Por zonja Zana nuk u ndal aty. Tregoi për Fatimen, për mirësinë e asaj gruaje të thjeshtë, se si ajo kishte rrezikuar gjithçka për të treguar humanizëm. Tregoi për miqsinë që kishte lindur mes tyre, për Luanin dhe ëndrat e tij, për vështirësitë që Fatimja përballonte çdo ditë. Dhe pastaj, me zë të ngarkuar me dhimbje dhe indinjat, tregoi për kurthin mizor, se si Fatimja ishte pushuar nga puna nën akuza të rreme, se si djali i saj kishte dëshmuar nënën e tij duke u shoqëruar jashtë bankës si një kriminale. Kur mbaroi, heshtja që ra mbi sallon ishte e dendur dhe e rëndë. Besniku ishte në këmbë tani, duart i dridheshin, fytyra e skuqur. Ecte nga njëra anë në tjetrën, i paftë të qëndronte në vend, i paftë të përpunonte plotësisht madhësinë e asaj që sapo kishte dëgjuar. Mami, unë nuk di çfarë të them. Si ndodhi kjo? Si e lash të ndodhte kjo? Ti nuk e le, birë. Ti nuk e dije.
Por tani e di. Dhe tani duhet të veprosh. Besniku ndaloi se ecuri dhe shikoi nënën e tij. Në sytë e saj, aq të ngjashëm me ata të Arbenit, shite një përzierje dhimbjeje, vendosmërie dhe diçka tjetër, një kërkesë të heshtur që ai të ishte burri që babai e kishte rritur të ishte, burri që vinte parimet mbi fitimet, njerëzit mbi shifrat. Ke të drejtë. Duhet ta rregullojmë këtë. Do të shkoj atje nesër, do ta pushoj këtë menaxher, do të. Jo. Zonja Zana e ndërpreu, duke vendosur dorën mbi atë të birit. Jo kështu. Nëse thjesht e pushon atë, do të bëhet vetëm një pushim tjetër, një menaxher tjetër i zëvendësuar. Sistemi mbetet i njëjtë, kultura mbetet e njëjtë. Duhet të jetë ndryshe. Duhet të jetë një mesazh i qartë, jo vetëm për këtë bankë, por për gjithë organizatën. Besniku ul përsëri, këtë herë duke i kushtuar vëmendje të plotë. Çfarë po propozon? Një auditim surprizë. Të plotë. Ti, bordi, të gjithë drejtorët. Shkoni në atë deg pa lajmëruar, inspektoni gjithçka, përballoni me të gjithë. Dhe unë do të vi me ju. Dua të jem aty kur e vërteta të dalë në dritë. Dua që ai burr të di saktësisht kush jam unë, kë ka keq trajtuar. Por më e rëndësishmja, dua që Fatimia të marrë drejtësi, jo vetëm një telefonat duke i kërkuar falje. Drejtësi të vërtet, publike, në të njëjtën mënyrë siç ishte poshtërimi publik. Besniku shikoi nënën e tij me një përzierje admirimi dhe trishtimi. Aty ishte gruaja që e kishte rritur, e njëjta që shiste perime në treg kur njite baban e tij, e njëjta që kur nuk u la të korruptohej nga pasuria, e njëjta që Arbeni e kishte dashur deri në frymën e fundit pikërisht për këtë integritet të palëkundur. Ai pohoi ngadalë. Në rregull. Do ta bëjmë sipas mënyrës tënde. Por mami, hezitoi ai, zëri i dridhej, më vjen shumë keq. Vërtet shumë keq. Për mos i kushtuar vëmendje, për të qenë kaq i zhytur në punë sa nuk e vura re se çfarë po ndodhte pikërisht nën hundën time. Babi do të turpërohej me mua. Zonja Zana u ngrit, ju afrua të birit dhe i mbajti fytyrën mes duarve, duke e parë në sy me butësi. Babai yt do të ishte krenar për burrin që je. Por gjithashtu do të ishte i lumtur të dinte se ende ke kohë për të korrigjuar rrugën. Ti nuk je përgjegjës për zgjedhjet e këqija të atij menaxheri, besnik. Por je përgjegjës për atë që do të bësh nga tani e tutje. Kaluan natën duke planifikuar çdo detaj. Besniku telefonoi anëtarët e bordit, thiri një mbledhje urgjente për mëngjesin e ardhshëm në Seli. Zonja Zana këmbënguli që Liridona, punonisja e teknologjisë, gjithashtu duhej të përfshihej, pasi kumria kishte përmendur se ajo kishte qasje në regjistrimet e sigurisë dhe mund të kishte prova të asaj që kishte ndodhur vërtet. Ndërkohë, në anën tjetër të qytetit, në shtëpinë e vogël me qira në periferi të Tiranës, Fatimia dhe Luani po jetonin ditët e tyre më të errëta. Paratë e shpërblimit mezi do të mjaftonin për të paguar qiran e prapambetur dhe faturat bazë. Fatimia kalonte netët pa gjumë, duke qarë në heshtje që të mos e dëgjonte i biri, e zhytur në një dëshpërim që dukej se nuk kishte fund. Poshtërimi publik do të thoshte se gjetja e një pune tjetër do të ishte pothuajse e pamundur. Kush do të punsonte dikë të pushuar nga puna me shkak të justifikuar nën akuzën e vjedhjes? Luani, nga ana tjetër, ishte i vendosur të braktiste kursin dhe të fillonte të punonte. Tashmë kishte folur me pronarin e një minimarketi aty pranë, i cili i kishte ofruar një vend pune si paketues. Nuk ishte shumë, por do të ndihmonte. Ëndra e mjekësisë do të duhej të priste, ndoshta për gjithmonë. Ajo që kishte rëndësi tani ishte të ndihmonte nënën e tij, të kthente pak nga gjithçka që ajo kishte sakrifikuar për të gjatë viteve. Fatimia përpiqej ta binte të mos e bënte, duke e lutur të mos hiqte dorë nga studimet, por Luani ishte kokfort si ajo. Kishin debatuar çdo natë dhe tensioni në shtëpinë e vogël ishte pothuajse i prekshëm. Fatimia shite ëndrrën e të birit duke u shembur dhe ndihej fajtore, sikur ajo të ishte përgjegjëse për gjithçka të keqe që po ndodhte. Në ditën e tretë pas pushimit nga puna, Luani u zgjua herët dhe veshi një këmishë të thjeshtë. Do të shkonte në minimarket për të pranuar punën. Kur Fatimia kuptoi qëllimet e tij, u përpoq ta ndalonte për herë të fundit. "Bir, të lutem. Mos e bëj këtë. Gjejmë ne një zgjidhje, unë gjej një punë tjetër, ti vazhdon studimet." "Mami, nuk ka rrugë tjetër." Luani i mbajti duart, sytë i ishin mbushur me lodhë. "Ti je munduar gjithë jetën për mua.
Më lër të shpërblej tani. Mjekësia mund të presë. Ti nuk mundesh. Por para se të dilte, ra zilja e derës. Ishte e çuditshme, rrallë merrnin vizita, veçanërisht kaq herët. Fatimia hapi derën me kujdes dhe u përball me një grua që nuk e njihte, të veshur mirë, duke mbajtur një dosje ekzekutive. Fatime Berisha? Po, unë jam. Fatimia u përgjigj, zemra i rrite fort. Kishte diçka në shprehjen e asaj gruaje që ishte e vështirë për t'u deshifruar. Emri im është Ardiana Kodra, jam nga drejtoria e burimeve njerëzore të bankës Tahiri. Mund të hyj? Duhet të flas me ju për diçka urgjente. Fatimia ndjeu këmbët t'i dridheshin. A do të ishin probleme ligjore tani? A do të vinin ta padisnin formalisht? Luani u afrua, duke u vendosur mbrojtës pranë nënës së tij. Ardiana vuri re frikën në sytë e të dyve dhe shtoi shpejt, ju lutem, mos u friksoni. Nuk kam ardhur të sjell probleme. Kam ardhur të sjell drejtësi. U ulën në sallonin e vogël dhe Ardiana filloi të shpjegonte. Zonja Zana, zonja e moshuar që Fatimia e kishte ndihmuar, ishte nëna e pronarit të bankës. Ajo i kishte treguar gjithçka të birit, i cili ishte tronditur dhe i tërbuar me atë që kishte ndodhur. Një auditim i plot po organizoi për po atë mëngjes dhe Fatimia ishte e ftuar të merrte pjesë. Fatimia dëgjoi gjithçka në gjendje shoku. Zonja Zana ishte nëna e pronarit të bankës. Ajo grua e ëmbël dhe e përulët që kishte biseduar me të si e barabartë, që ishte shqetësuar për problemet e saj, që e kishte trajtuar Luanin me kaq dashuri në ato pak herë që ishin takuar. Ishte në të vërtet pjesë e familjes që kontrollonte gjithë atë institucion? Dhe ajo tregoi se çfarë ndodhi? Pyeti Fatimia, mezi duke besuar. Tregoi gjithçka. Ardiana u përgjigj me një buzëqeshje të butë. Dhe do të jetë atje sot, së bashku me zotin Besnik dhe gjithë bordin. Duan të dëgjojnë anën tënde të historisë, duan të bëjnë drejtësi. Por vetëm nëse ju pranoni të vini. E di që duhet të jeni e traumatizuar, që duhet të jetë e vështirë të ktheheni atje, por besoni, këtë herë do të jetë ndryshe. Luani mbajti dorën e nënës së tij, duke e shtrënguar fort. Duhet të shkosh, mami. Duhet të pastrosh emrin tënd. Fatimia shikoi të birin, atë djalë që ishte bërë burr para kohe, që ishte i gatshëm të sakrifikonte ëndrat e tij për të. Dhe diçka brenda saj, diçka që ishte thyer që nga ajo pasdite e tmerrshme, filloi të rindërtohej. Ndoshta kishte ende drejtësi në botë. Ndoshta kishte njerëz të mirë në pozita pushteti. Ndoshta zonja Zana ishte pikërisht ajo që dukej, një engjëll i maskuar si një zonjë e moshuar, i dërguar për të treguar se mirësia ekzistonte ende. Do të shkoj, tha ajo, zëri i saj i vendosur për herë të parë pas disa ditësh. Po, do të shkoj. Ndërsa përgatiteshin të niseshin pa e ditur në një pjesë tjetër të qytetit, Agron Saliu po kalonte ditën më të mirë të javës së tij. Sapo kishte marrë një email që e informonte se do të arrinte objektivat tremujore me lehtësi, gjë që do të thoshte një bonus bujar. Ishte krenar për veten, për efikasitetin e tij, për mënyrën se si e mbante atë deg të funksiononte si një makinë e vajosur mirë. Valbona gjithashtu ishte rrezatuese. Me Fatimen jashtë rrugës, ndjente se më në fund po konsolidonte pozitën e saj, duke i treguar Agronit se ishte një aleate e vlefshme. Tashmë filloi të planifikonte hapat e ardhshëm të ngjitjes së saj korporative, duke e imagjinuar veten si menaxhere rajonale brenda pak muajsh. Asnjëri prej tyre nuk kishte idenë më të vogël për stuhin që ishte gati të shpërthente mbi kokat e tyre. Asnjëri prej tyre nuk e imagjinonte se ai mëngjes që kishte filluar kaq normal, do të përfundonte me karrierat e tyre të shkatëruara dhe fytyrat e tyre të vërteta të ekspozuara para të gjithëve. Në selinë e bankës, Besniku mblodhi bordin në një takim urgjent. Paraqiti informacionet që i kishte dhënë nëna e tij, tregoi raportet që kishte kërkuar të përgatiteshin me nxitim për degën e Agronit dhe propozoi auditimin surprizë. Disa drejtor hezituan, të shqetësuar për ekspozimin publik, por Besniku ishte i palëkundur. Kjo kishte të bënte me parimet, me nderimin e kujtimit të babait të tij, me provën se Banka Tahiri ishte ende një institucion që kujdesej për vlerat dhe jo vetëm për shifrat. Zonja Zana arriti në seli e veshur thjesht, por kishte një dinitet në qëndrimin e saj që i bëri përshtypje të gjithë drejtorëve të pranishëm. Ajo zonja e moshuar, që foli me zë të qetë por të vendosur për gjithçka që kishte dëshmuar, rrezatonte një autoritet moral që asnjë post ekzekutiv nuk mund ta jepte.
Një nga drejtorët më të vjetër që e kishte njohur Arbenin personalisht, kishte lot në sy kur e dëgjoi. Ishte sikur vetë Arbeni të ishte aty, duke u kujtuar atyre pse kishin hyrë në këtë biznes në radhë të parë. Karvani i makinave ekzekutive u nis nga selia në orën 10 të mëngjesit. Besniku, zonja Zana, 5 drejtor të bordit, ekipi ligjor dhe Ardiana nga burimet njerëzore. Ndiqnin njëri tjetrin në kolon deri në degën në bulevardin Dëshmorët e Kombit, ku Agron Sali u priste pa e ditur, gati për të pasur ditën më të rëndësishme dhe të tmerrshme të karrierës së tij. Brenda një prej makinave, zonja Zana mbante dorën e besnikut. Nën e birë të bashkuar jo vetëm nga gjaku, por nga një qëllim i përbashkët, të sillnin drejtësi, të rikthenin dinjitetin, të nderonin kujtimin e një burri që kishte ndërtuar një perandori pa humbur kur humanizmin e tij. Letra e Arbenit ishte në çantën e zonja Zanës, fjalët e tij jehonin si një mantra, mos ki frikë të na kthesh përsëri në shteg. Ndërsa makinat përparonin në trafikun e Tiranës, diku në atë qytet të pafund, Liridona zgjoi me peshën e vendimit më të vështirë të jetës së saj. Regjistrimet ishin ruajtur në kompjuterin e saj personal. Prova e së vërtetës, e kurthit kundër Fatimes, e mizorisë së llogaritur të Agronit dhe Valbonës. Kishte fuqinë të ndryshonte gjithçka, të bënte drejtësi, por kishte edhe frikë nga pasojat. Ishte një zgjedhje mes ndërgjegjes dhe sigurisë së saj, mes të bërit të duhurën dhe mbrojtjes së vetes. Shikoi foton e nënës në komodinë, atë grua që e kishte rritur të ishte e ndershme, me integritet, trime. Çfarë do të thoshte ajo nëse do të dinte se e bia kishte prova të një padrejtësie të tmerrshme, por kishte frikë ta zbulonte? Liridona mori frymë thellë, mori USB-n ku kishte ruajtur kopjen e regjistrimeve dhe mori vendimin e saj. Do të shkonte në bankë atë ditë dhe do të dorëzonte gjithçka, çfarëdo që të ndodhte. Disa gjëra ishin më të rëndësishme se siguria dhe njëra prej tyre ishte të mund të shihte veten në pasqyrë pa ndier turp. Tirana pulsonte me jetën e saj frenetike atë mëngjes shtatori, miliona njerëz në rutinat e tyre, secili duke mbajtur dramat e tij të padukshme. Por atë ditë të veçantë, në një degë të veçantë të një banke të veçantë, e vërteta ishte gati të dilte nga hijet, drejtësia ishte gati të shërbehej dhe jetët ishin gati të transformoheshin përgjithmonë. Stuhia që zonja Zana, me dinjitetin e saj të heshtur dhe dashurinë e pakushtëzuar, kishte filluar ta formonte ditën kur hyri në atë bankë për herë të parë. Ishte më në fund gati të binte me gjithë forcën e saj mbi ata që mendonin se pushteti dhe arroganca i bënin të paprekshëm. Ishte ora 11 e mëngjesit kur makinat ndaluan përballë bankës Tahiri në bulevardin Dëshmorët e Kombit. Lëvizja e zakonshme e bankës vazhdonte normalisht, klient hynin e dilnin, punonjës të zënë me rutinat e tyre. Askush nuk vuri re asgjë të veçantë në atë kolon automjetesh ekzekutive që parkuan në rresht, askush nuk e imagjinoi tërmetin që ishte gati të trondiste atë vend. Besniku zbriti i pari, i ndjekur nga drejtorët. Pastaj, me kujdes dhe vëmendje, ndihmoi nënën e tij të dilte nga makina. Zonja Zana mori frymë thellë, duke ndjerë të njëjtin ankth si ditën e parë, por këtë herë kishte diçka ndryshe. Nuk ishte më vetëm. Nuk ishte më e pambrojtur. Dhe kryesisht nuk ishte më e gatshme të pranonte padrejtësinë në heshtje. Hyn në holin kryesor dhe ishte sikur bota të ndalonte për një sekondë. Njerëzit filluan të kuptonin se kush ishin ata vizitor, njoja u përhap në val. Besnik Tahiri personalisht, pronari i bankës, i shoqëruar nga bordi i plot drejtues. Diçka shumë serioze po ndodhte. Agron Saliu ishte në zyrën e tij kur asistentja hyri me nxitim, me fytyrën të zbehë. Zotëri, zoti Besnik është këtu. Me gjithë bordin. Po vim këtu. Menaxheri u ngrit menjëherë duke rregulluar kravatën, një buzëqeshje e sigurt u formua në buzët e tij. Më në fund një vizitë nga eprorët. Ishte shansi i tij për të shkëlqyer, për të treguar personalisht se si e mbante atë degë të funksiononte me efikasitet shembullor. Doli nga zyra me hapa të mëdhenj dhe të sigurt, i përgatitur për të bërë përshtypje. Por kur arriti në hol dhe pa delegacionin, diçka në gjoksin e tij u shtrëngua. Kishte tension në ajër, fytyra shumë serioze, një energji që nuk përputhej me një vizitë përgëzimi. Dhe pastaj syt i ranë mbi të plakën. Po atë grua të veshur keq që kishte ardhur javë më parë me historitë e saj absurde. Çfarë bënte ajo aty, pranë Besnik Tahirit? Zoti Besnik, çfarë kënaqësie t'ju pres? Agroni i zgjati dorën, duke e mbajtur zërin të qëndrueshëm pavarësisht sikletit në rritje.
Po të kishit lajmëruar, do të kishim përgatitur një pritje të duhur. Besniku nuk ja mori dorën e zgjatur. Shpreja e tij ishte prej akulli, sytë të ngulur të Agroni me një intensitet që e bëri menaxherin të bënte një hap të pavullnetshëm prapa. Zoti Salihu. Ky është një auditim surprizë. Do të na duhet qasje në të gjitha regjistrat, të gjitha regjistrimet e sigurisë, të gjitha dokumentet e burimeve njerëzore të 6 muajve të fundit. Dhe do të fillojmë me një mbledhje. Tani. Në zyrën tuaj. Me të gjithë punonjësit e kësaj dege të pranishëm. Toni nuk pranon të diskutim. Agroni ndjeu djersën e ftohtë t'i rrifte në shpinë, por ruajti qetësinë. Sigurisht, zotëri. Çfarëdo që t'ju duhet. Do t'i thëras të gjithë me njëherë. Në minutat në vijim, punonjës nga të gjithë sektorët u thirrën. Punonjës sportelesh, roje sigurie, personel administrativ, të gjithë u grumbulluan në zonën e mbledhjeve të katit përdes. Përshpëritjet e spekulimeve ishin të vazhdueshme. Çfarë po ndodhte? A do të pushohej dikush nga puna? Apo shitej banka? Valbona Maloku arriti me vonesë duke ardhur nga një takim i jashtëm. Kur pa lëvizjen, paniku filloi ta kaplonte. Kërkoi Agronin me sy, por menaxheri i shmangu shikimin, fytyra e tensionuar dhe e zbeth. Diçka ishte shumë gabim. Besniku u pozicionua në krye të sallës, i rrethuar nga drejtorët. Zonja Zana qëndroi pak prapa, duke vëzhguar gjithçka me atë qetësi që vjen nga dikush që nuk ka më asgjë për të humbur. Punonisja e burimeve njerëzore, Ardiana, ishte pranë saj dhe së shpejti do të arrinte Fatimja, e cila ishte udhëzuar të hynte disa minuta më vonë. Mirëdita të gjithëve. Zëri i besnikut i hoi fort nëpër sallë. Kam ardhur këtu sot sepse kam marrë informacione jashtëzakonisht të rënda për funksionimin e kësaj dege. Informacione për abuzim autoriteti, për ndjekje të punonjësve dhe çka është edhe më e rëndë, kurdisje kriminale për pushim të padrejtë nga puna. Heshtja qëra ishte absolute. Të gjitha kokat u kthyen nga Agroni, i cili qëndronte në këmbë i mbështetur në mur, fytyra tani plotësisht e bardhë. Valbona ndjeu këmbët t'i dobësoheshin. Disa javë më parë, vazhdoi besniku, një zonjë erdhi në këtë agjenci për të bërë një tërheqje. Një transakcion i thjesht, rutinë. Por në vend që të merrte shërbimin e respektueshëm që çdo klient meriton, u poshtërua publikisht, u tall, u akuzua se ishte një mashtruese dhe u trajtua sikur të mos kishte asnjë vlerë si qenie njerëzore. Besniku bëri një pauzë, duke i lënë fjalët të depërtonin. Ajo zonjë është nëna ime. Zonja Zana Tahiri, e veja e Arben Tahirit, themeluesit të kësaj banke. Shoku ishte kolektiv. Fytyra u zbehen, gojet u hapën, shikimet u kthyen nga zonja Zana me një përzierje tmerri dhe mosbesimi. Agroni ndjeu tokën të hapej nën këmbët e tij. Ajo grua që ai e kishte keq trajtuar, tallur, poshtëruar publikisht ishte nëna e pronarit të bankës. Por historia nuk mbaron këtu, vazhdoi besniku, zëri tani i ngarkuar me indinjat të përmbajtur. Një punonjëse e kësaj dege, një grua që ka punuar këtu për 15 vjet me përkushtim shembullor, pati guximin të tregonte dhe mshuri. I ofroi një gotë ujë, tregoi respekt bazik. Dhe për këtë akt të thjesht humanizmi, u përndoq, u shpif dhe më në fund u pushua nga puna nën akuza të rreme për vjedhje. Në atë moment, dera u hap dhe Fatimja hyri. Ishte veshur me rrobat më të mira që kishte, flokët të mbledhur me kujdes, por nuk mund të fshihte shenjat e vuajtjes së fundit. Rrath të zinj poshtë syve, fytyra e dobët e dikujt që nuk kishte ngrënë siç duhet prej ditësh. Kur sytë e saj takuan ata të zonja Zanës, lotët shpërthyen menjëherë. Dy gratë u përqafuan në mes të asaj salle plot me njerëz dhe në atë përqafim kishte dhimbje të përbashkët, luftë të përbashkët, por edhe shpresë të rilindur. Punonjësit shikonin në heshtje, shumë me lot në sytë e tyre. E njinin Fatimen, e dinin karakterin e saj, dhe shumë e kishin ditur gjithmonë se ajo akuzë ishte e rreme, por nuk kishin pasur guxim të flisnin. Zoti Agron. Besniku ju kthye menaxherit, i cili tani ishte i ngujuar si fizikisht ashtu edhe moralisht. Keni diçka për të thënë? Agroni u përpoq të fliste, por zëri i dështoi. Pastroi fytin, u përpoq përsëri. Zoti besnik, unë nuk e dija kush ishte ajo. Po ta dija. Ah, pra ky është problemi? Besniku e ndërpreu, zëri i mpreh. Po ta dije kush ishte, do ta kishe trajtuar me respekt.
Dhe të gjithë njerëzit e tjerë që nuk janë nëna të pronarëve të bankave, ata mund të poshtërohen sipas dëshirës? Jo, nuk doja ta thoja këtë. Agroni u lëkun duke kërkuar fjalë. Unë thjesht po mbroja interesat e bankës duke verifikuar një situatë të dyshimt. E dyshimt? Zëri i zonja Zanës preu ajrin për herë të parë. Ju më quajtët parazite. Thatë se po shpikja histori për të bërë një mashtrim. Më poshtëruat përballë dhjetëra njerëzve, më trajtuat sikur të mos kisha asnjë dinjitet si qenie njerëzore. Dhe e gjithë kjo sepse isha veshur thjesht. Sepse nuk dukesha e pasur në sytë tuaj. Heshtja që pasoi ishte shurdhuese. Agroni nuk kishte përgjigje. Nuk kishte asnjë përgjigje të mundshme që mund ta justifikonte atë. Dhe sa për Fatimen, vazhdoi zonja Zana duke ju kthyer tani gjithë publikut, kjo grua e mrekullueshme u pushua nga puna sepse ju i futët para në çantën e saj. Po, të gjithë dëgjuat mirë. Futët prova të rreme për të shkatëruar jetën e një personi të ndershëm. Një nën punëtore që mban vetëm një djalë brillant, i cili ëndërron të bëhet mjek. Ishte në atë moment që dera u hap përsëri dhe Liridona hyri. Ishte nervoze, duke mbajtur një ysëbë me duar të dridhura, por kishte vendosmëri në sytë e saj. Kërkoi leje dhe ju drejtua direkt Besnikut. Zoti Besnik, emri im është Liridona Mema, punoj në sektorin e teknologjisë. Unë kam regjistrimet e sigurisë që provojnë gjithçka që po thuhet këtu. Kam videon e zotit Agron dhe zonjës Valbona duke hyrë në dhomën e zhveshjes dhe duke futur para në çantën e Fatimes. Kam gjithçka. Ndikimi ishte shkatërues. Valbona, e cila deri atëherë ishte përpjekur të qëndronte e padukshme në fund të sallës, lëshoi një rënkim dëshpërimi. Agroni hapi dhe mbylli gojën disa herë, si një peshk jashtë ujit, por asnjë tingull nuk doli. Besniku mori usbën nga duart e Liridonës dhe e shikoi me diçka afër nderimit. Faleminderit. Ju nuk e imagjinoni guximin që keni pasur duke bërë këtë. Një nga drejtorët lidhi usbën me një projektor dhe regjistrimet filluan të shfaqeshin në murin e bardhë të sallës. Të gjithë panë në heshtje të tmerruar ndërsa Agroni dhe Valbona hynin fshehurazi në dhomën e zhveshjes, hapnin çantën e Fatimes, vendosnin parat brenda dhe dilnin duke parë përreth për t'u siguruar se askush nuk i kishte parë. Prova ishte e pakundërshtueshme, kristale qartë, e pamundur për t'u mohuar. Kur imazhet mbaruan, Agroni u rrëzua në një karrige, fytyrën mes duarve. Valbona qante në heshtje, por askush nuk ndjeu keqardhje. Ajo që kishin bërë ishte kriminale, mizore, e pafalshme. Zoti Agron Salihu, tha Besniku me zë formal, ju jeni pushuar nga puna me shkak të justifikuar, me efekt të menjëhershëm. Përveç kësaj, ne do t'ja përcjellim këtë rast autoriteteve kompetente. Ju do të përgjigjeni penalisht për falsifikim provash, shpifje dhe për ndjekje. E njëjta gjë vlen edhe për zonjën Valbona Maloku. U thirrën rojet e sigurisë për t'i shoqëruar të dy jashtë ndërtesës. Agroni u përpoq të argumentonte, Valbona u lut për një shans të dytë, por ishte tepër vonë. U larguan në shikimet e dhjetëra punonjësve, shumë prej të cilëve kishin qenë viktima të abuzimeve të tyre gjatë viteve. Nuk kishte fest, por kishte një ndjenjë kolektive të drejtësisë që më në fund po shërbehej. Kur salla u qetësua pak, Besniku ju kthye Fatimes. Zonja Fatime Berisha, në emër të bankës Tahiri dhe në emër të familjes sime, unë ju kërkoj ndjesë të thellë për atë që keni vuajtur. Ju ishit viktimë e një padrejtësie të tmerrshme dhe nuk ka fjalë që mund të kompensojnë dhimbjen dhe poshtërimin që keni kaluar. Por mund të fillojmë duke bërë të duhurën tani. Fatimja vetëm mund të qante, e mbështetur të zonja Zana, e pa aftë të besonte se çfarë po ndodhte. Ju jeni zyrtarisht e reintegruar në bank, vazhdoi Besniku, me të gjitha të drejtat dhe përfitimet retroaktive. Por jo vetëm kaq. Po krijoj një departament të ri të fokusuar në mirëqenien e punonjësve, për të garantuar që asnjë punëtor këtu të mos trajtohet me mosrespekt ose abuzim. Dhe do të doja që ju ta mbikëqyrnit këtë departament. Jo si punonjëse pastrimi, por si mbikëqyrse, me pagë të përshtatshme dhe autoritet për të zbatuar ndryshime reale. Shoku në fytyrën e Fatimes ishte total. Unë nuk di çfarë të them. Nuk kam formimin për këtë, zotëri. Ju keni 15 vjet përvojë duke parë saktësisht se çfarë nuk funksionon, çfarë lëndon, çfarë shkatëron. Kjo vlen më shumë se çdo diplom. Dhe nëse doni të studioni, banka do t'ju paguaj arsimimin.
Besniku buzëqeshi për herë të parë atë mëngjes. Besoni, ju jeni saktësisht personi i duhur për këtë punë. Zonja Zana e përqafoi përsëri Fatimen, të dyja duke qartë tani, por ishin lot gëzimi, lehtësimi, drejtësie të rikthyer. Rreth e rrotull, punonisit filluan të duar trokisnin spontanisht. Nuk ndodhte çdo ditë që të shihnin të mirën të fitonte, të shihnin dikë si ata duke u ngritur, respektuar, vlerësuar. Por Besniku nuk kishte mbaruar. Thiri Luanin, i cili kishte hyrë me droj pas nënës së tij dhe kishte qëndruar në një cep, duke dëshmuar gjithçka me sy të zgurdulluar. Djalosh, e kuptoj se ëndërron të studiosh mjekësi. Luani pohoi, ende pa gjetur fjalë. Po, zotëri. Është ëndra ime që fëmijë. Nga sot, ju keni një bursë të plot studimi që mbulon kursin përgatitor, fakultetin, strehimin nëse është e nevojshme, dhe gjithçka tjetër që ju duhet derisa të diplomoheni. Është minimumi që mund të bëjmë pasi familja juaj kaloi këtë për shkakun ton. Luani ndjeu këmbët t'i dridheshin. Nëna e tij e mbajti për krahu, të dy në gjendje shoku total. Ëndra që dukej e vdekur disa ditë më parë ishte jo vetëm e ringjallur, por e garantuar. Nuk do t'i duhej të zgjidhte mes ndihmës së nënës dhe studimit. Mund t'i bënte të dyja. Dhe ti, Besniku, ju kthye Liridonës, e cila ishte ende aty në këmbë, nervoze. Ti tregove guxim dhe integritet kur mund të kishe zgjedhur heshtjen. Kjo është e rrallë dhe e çmuar. Po të promovoj në koordinatore të sigurisë digjitale me rritje të konsiderueshme page dhe autoritet për të zbatuar protokolle që garantojnë se provat e sjelljes së keqe nuk do të injorohen ose fshihen më kurrë. Liridona filloi të qante gjithashtu. Muaj ankthi, dilemash etike, netësh pa gjumë, gjithçka ja kishte vlejtur. Kishte bërë gjën e duhur dhe për herë të parë pas shumë kohësh, kjo zgjedhje nuk rezultoi në dënim por në njohje. Besniku pastaj kërkoi vëmendjen e të gjithë punonisëve të pranishëm. Ajo që ndodhi këtu është një simptom e diçkaje më të madhe. Kjo nuk është vetëm një degë me probleme. Është një reflektim i një kulture që kemi lejuar të zhvillohet, ku shifrat kanë më shumë rëndësi se njerëzit, ku efikasiteti vlerësohet mbi humanizmin. Kjo mbaron sot. Ai njoftoi një rishikim të plotë të gjitha degëve, auditime në të gjithë rrjetin, krijimin e kanaleve të pavarura të denoncimit, trajnime të detyrueshme për respektin dhe dinjitetin. Por më shumë se kaq, njoftoi një ndryshim filozofie. Banka Tahiri do të kthehej të ishte ajo që Arbeni gjithmonë kishte dashur të ishte, një institucion që u shërben njerëzve, jo që i shfrytëzon ata. Kur mbledhja mbaroi dhe njerëzit filluan të shpërndaheshin, zonja Zana mbeti vetëm me të birin për disa momente. Besniku e përqafoi fort, lotët më në fund duke i dalë pasi i kishte mbajtur gjatë gjithë atij mëngjesi. Faleminderit, mami. Që më kujtove se kush duhet të isha. Që nuk lejove që trashëgimia e babit të njollosej nga neglizhenca ime. Ti nuk ishe neglizhent, bir. Ti ishe shumë i zënë, siç jemi të gjithë ndonjëherë. Por sot tregove se, kur ka rëndësi, ti zgjedh të duhurën. Babai yt do të ishte kaq krenar. Në muajt që pasuan, ndryshimet ishin të thella dhe reale. Dega ku ndodhi gjithçka u bë model për të gjithë rrjetin. Fatimia mori rolin e saj të ri me përkushtim dhe mençuri, duke zbatuar politika që transformuan jetën e qindra punonjësve. Historia e saj u përhap, duke frymëzuar të tjerët të denonconin abuzimet, të kërkonin respekt, të mos pranonin më të papranueshmen. Luani u zhyt në studime me përkushtim të ri për të rirë. E dinte se mbante jo vetëm ëndrrën e tij, por shpresat e nënës së tij, mirësinë e zonja Zanës, shansin e dytë që jeta i kishte dhënë. Ju betua vetes se do të bëhej mjeku më i mirë i mundshëm, se do ta përdorte njohurinë e tij për t'u shërbyer atyre që, si nëna e tij, luftonin çdo ditë vetëm për të mbijetuar me dinjitet. Liridona lulëzoi në rolin e saj të ri. Zbatoi sisteme që e bën të pamundur fshehjen e sjelljes së keqe, krijoi protokolle që mbronin denoncuesit, e transformoi teknologjinë në një mjet drejtësie në vend të një mbikëqyrieje shtypse. Nëna e saj, kur mësoi gjithçka, qau nga krenaria për vajzën që kishte rritur të ishte e ndershme dhe që e kishte provuar se ishte pikërisht e tillë kur kishte më shumë rëndësi. Dhe më në fund, pas gjithë asaj stuhje, festa në nder të Arbenit u mbaj. Jo në formatin origjinal që kishte planifikuar zonja Zana, por në diçka edhe më domethënëse. Besniku organizoi një ngjarje të madhe, duke mbledhur jo vetëm miq dhe familjar, por edhe punonësit e bankës, veçanërisht ata jetët e të cilëve ishin prekur nga transformimi i fundit.
Në fest, zonja Zana mbajti një fjalim që pak syla të thatë. Foli për Arbenin, për burrin e ndershëm që kishte qenë, për vlerat që ai çmonte. Por foli edhe për të mësuarit se trashëgimit nuk janë statuja të pandryshueshme të së kaluarës, por fara të gjalla që duhen ushqyer, mbrojtur, ndonjëherë shpëtuar kur kërcënohen të mbyten nga barrat e këqija të lakmisë dhe harresës. Burri im gjithmonë thoshte se një institucion financiar nuk është bërë nga paratë, por nga besimi. Dhe besimi nuk ndërtohet me fitime mbresëlënëse apo ndërtesa të bukura. Ndërtohet duke trajtuar çdo person, të pasur apo të varfër, të fuqishëm apo të përulët, me dignitetin bazik që çdo qenie njerëzore meriton. Ajo shikoi përreth, sy Tiranë te Fatimia, te Luani, te Liridona, te Besniku. Sot, shoh se ky mësim nuk ka vdekur. Vetëm ishte i fjetur, duke pritur momentin e duhur për të lullzuar përsëri. Në fund të asaj nate, nën e bir inauguruan zyrtarisht fondacionin Arben Tahiri, të dedikuar për të mbështetur punëtorët viktima të padrejtësisë në sektorin bankar. Fondacioni do të ofronte asistencë ligjore, mbështetje financiare të përkohshme, bursa studimi për fëmijët e punonjësve dhe kryesisht një hapësirë të sigurt ku viktimat e abuzimit korporativ mund të gjenin zë dhe drejtësi. Fatimia do të ishte një nga koordinatorët e fondacionit, duke përdorur përvojën dhe empatinë e saj për të ndihmuar të tjerët që kalonin atë që kishte kaluar ajo. Luani, pasi të diplomohej, planifikonte të ofronte shërbim mjekësor falas përmes fondacionit. Liridona do të zhvillonte sisteme denoncimi të sigurta dhe anonime. Të gjithë në një farë mënyre, duke i transformuar dhimbjet e tyre në qëllim, plagët e tyre në ura për të ndihmuar të tjerët. Zonja Zana, e cila kishte kaluar 3 vjet e zhytur në mallin paralizues, gjeti një kuptim të ri për të jetuar. Jo se mungesa e Arbenit dhemte më pak, por tani ajo dhimbje kishte një kanal, një mënyrë për t'u transformuar në diçka produktive dhe të bukur. Sa herë që fondacioni ndihmonte dikë, sa herë që një padrejtësi korrigjohej, ajo ndjente se Arbeni buzëqeshte nga kudo që të ishte, krenar për gruan që kishte zgjedhur për shoqëjete dhe trashëgimje. Besniku, nga ana tjetër, u transformua gjithashtu. Vazhdoi të drejtonte bankën me të njëjtën kompetencë si më parë, por tani me një perspektivë krejtësisht të ndryshme. Filloi të vizitonte degët rregullisht, jo për të audituar shifrat, por për të biseduar me punonjësit, për të kuptuar realitetet e tyre, për të garantuar që kultura e respektit të rrënjosej në çdo cep të institucionit. Zvogëloi ngarkesën e tij të punës për të kaluar më shumë kohë me nënën, duke rikuperuar vitet kur kishte qenë mungesë për shkak të ambicies së tepruar profesionale. Historia e atij transformimi u përhap shumë përtej kufive të bankës Tahiri. Institucionet të tjera filluan të vinin në dyshim kulturat e tyre, të rishikonin praktikat e tyre, të kuptonin se punonjësit e motivuar dhe të respektuar ishin më produktiv se ata të qeverisur nga frika. Ndryshimi ishte i ngadalt, i rezistuar në shumë vende, por kishte filluar. Dhe gjithçka sepse një zonjë e moshuar, e veshur thjesht, pati guximin të mos pranonte padrejtësinë dhe një djalë pati për ulësinë të dëgjonte nënën e tij dhe të vepronte. Sa për Agronin dhe Valbonën, ata u përgjigjen penalisht për veprimet e tyre. Agroni u dënua dhe humbi gjithçka që kishte ndërtuar përmes metodave të dyshimta. Valbona arriti një marrëveshje, por karriera e saj në sektorin bankar përfundoi përgjithmonë. Asnjëri prej tyre nuk e kuptoi kurrë plotësisht se çfarë kishin humbur duke zgjedhur pushtetin dhe mizorinë mbi empatinë dhe integritetin. Dhe kështu, në një mëngjes pranvere, gati një vit pas asaj dite fatale, zonja Zana u ul në kopshtin e saj, një filxhan çaji në duar dhe shikoi përreth me një buzëqeshje të qetë. Vila nuk ishte më tepër e heshtur. Besniku vinte për darkë çdo javë, duke sjellë gjithmonë lajme të reja për transformimet në bankë. Fatimia dhe Luani e vizitonin rregullisht, duke u bërë familje nga zemra. Edhe Liridona shfaqej her pas here, duke kërkuar këshilla nga gruaja që, pa e ditur, kishte ndryshuar kaq shumë jetë duke refuzuar thjesht të ishte e padukshme. Zonja Zana mori letrën e Arbenit, të cilën tani e mbante në një kornizë në dhomën e saj, dhe rilexoi fjalët e njohura. Mos ki frikë të na kthesh përsëri në shteg. Nuk kishte pasur frikë. Dhe duke bërë këtë, kishte zbuluar se kur nuk kishte qenë kaq e gjallë, kaq e dobishme, kaq e lidhur me qëllimin që ajo dhe Arbeni kishin ndarë gjatë gjithë një jete. Pamja e jashtme vërtet mashtronte. Pushteti vërtet verbonte. Por digniteti njerëzor, kur mbrojej me guxim dhe dashuri, kishte fuqinë të ndryshonte jo vetëm jetë individuale, por të transformonte sisteme të tëra, të mbillte fara drejtësie që do të lulëzonin për breza.
dhe ajo histori që kishte filluar me poshtërim dhe dhimbje, përfundonte me shpresë, transformim dhe sigurinë se e mira, kur mbështetet nga njerëz trima, gjithmonë do të gjente rrugën e saj për të fituar. Fundi i historisë. Të dashur dëgjues, shpresojmë që historia e zonja Zanës, Fatimes dhe të gjithë atyre që luftuan për drejtësi, t'ju ketë prekur thellë në zemër. Nëse jeni emocionuar me këtë udhëtim të kalimi, guximi dhe transformimi, lini pëlqimin tuaj tani, abohuni në kanal për të mos humbur asnjë nga historitë tona dhe na tregoni në komente se cili moment ju ka prekur më shumë. A ishte guximi i zonja Zanës përballë poshtërimit? Mirësia e Fatimes kur të gjithë i kthyen shpinën? Dilema e Liridonës mes ndërgjegjes dhe frikës? Apo transformimi i besnikut kur njohu gabimet e tij? Duam të dim mendimin tuaj. Çdo ditë sjellim histori intensive dhe të vërteta si kjo, që zbulojnë anën më të thellë të shpirtit njerëzor dhe na kujtojnë se për dinjitetin dhe drejtësinë ja vlen gjithmonë të luftosh. Ju presim në episodin e ardhshëm me një histori tjetër që do t'ju prek emocionet dhe do t'ju bëjë të reflektoni për atë që ka vërtet rëndësi në jetë. Shihemi së shpejti.